Duhet të presim atë. Ç'a bëhet më Viola, ç'a bëhet? Arto, Që të nivel. tregojmë shiko sa lart jemi me Borgjezia. O bourgeoisie. Po, mungon vetëm vera 24.000 euro. Që shumë fjala bourgeoisie. Po na shkon intelektualisht bes, se po e mendoja, po e flisja me mikeshën time mirë se erdhe Viola. Përshëndetje. Viola Me se na erdhi një artiste që do flasim shumë sot për artin me Violën për pak. Po mendoja edhe po flisja tani që ishte ti në tualet. E po thoya me Violën. Sa me po e mendoj ndonjëherë që sa me fat jam që vini një moment në jetë, domethënë që je i rritur, punon e bën ke këto marrëdhënie njerëzore dhe e mendon veten që je me 3 veta për shembull, që janë artista, domethënë Viola, Nea, Xheni, të 3 merren me pikturë, kanë mbaruar arte, kanë studiuar arte. Viola është arkitekte. Jam dhe unë që bëj muzikë, jam në bas, më kupton, kam band. Është e besin. Është e besin. Ore po Kemi dhe këtë. Edhe insinuova. Po pra. Ndiem keq tani për besin se. Po pra, mos është ky fillim i gabuar ne. Tashi po. Ne supozohet të përgjigjem. Besi fol për veten. Kur s'bën asgjë. Imagjino të zihemi keq fare tani dhe Viola ta mbaj peng për jetë që erdhi në podcast dhe u zum keq. Na përçave. Leqe erdha këtu edhe po flasim keq për besin. Po pra. Ndiem gjik kështu sigur erdha me këmbën e gabuar. O Viola, po ku je se ke thyer internetin? Ku je se je ke çmend botën me art olla? Pse? A mo pse? Internetin e thyen kush e thyen? Un jam në fillime tani. Mos e mirë, goxha mirë me. Je shumë mirë më fal. Shiko, gjë e rëndësishme është si e shoh unë. Gjëja kryesore është kontenti i gjithi është shumë lart. Ta themi një për ata që nuk e dinë. Po pra. Kontenti ku. Po ndoshta njerëzit nuk më njohin, nuk e kanë iden. Un jam Viola, jam arkitekte dhe artiste. Arkitekturën jam duke e mbyllur tani se jam në vit të 5, po ideja është që kam filluar të pikturoj që e vogël. Edhe mbas shumë vitesh që më thonin bëje këtë gjë, se njerëzit po nxjerrin çfarë lloj gjëje nëpër internet edhe pse mos të përfitosh domethënë nga kjo gjëja. Fillova ta postoja. Reels i parë që kam hedhur më ka kapur 1 milion. Domethënë What? Mundone 5 vjet podcast. 6 ore. Po gjene sa kemi ne mund të kemi. Djema, let's wrap this up. 23.000 views kemi gjithë. Jo, se nuk e thash për. Jo, okay. Jo është. Jam artistja rekord. Jo, e thash me këtë idenë që në fillim kur e hodha, thash nuk po mecën kjo. Po. Më kam bër shadow ban, është ky termi në TikTok që nuk të ecë video. Edhe në Instagram, edhe në. Po, edhe bëj refresh nga mbasditja sa e hodha videon, filloi 6.000, po. 6.000 po rrite, e thash, po ec ka kjo dhe mbas një muaj se do një çik që të rriten, po që thash, pse mos të eksperimentoj dhe tani po. Ajo të shtyu domethënë. Po. Ai 1 milion si. Jo, un kam nisur 3-4 muaj më përpara dhe s'po mecta asgjë, ishin grop gjitha video domethënë. Po erdhi një moment që un isha e determinuar, thash, o do e bëj ose s'do e bëj. Nuk kam asgjë për të humbur, kështu që jo shumë mirë. Shikoj çfarë të bën. Akoma jam duke provuar se. Tash kjo e para Ishte për histori arti, edhe po flisja domethënë për artistin Beshkinski që e njihni. Po. Beshkinski thotë? Beshkinski. Beskinski. Unë i them Besinski edhe jo. Besinski. Që kemi të 3 ignorant, domethënë Viola ka sakt. E nisa me të se kisha parë që domethënë po shifja kush ka më shumë video në TikTok për artin. Dhe pas që Beshkinski nuk ishte fare. Dhe thash, pse mos ta nis me këtë se e di që shumica e njerëzve nuk ka shumë pak TikTok që dhe janë 1.000 like, 2.000 like. Po në YouTube ka content. Shiko, ka në përgjithësi, po nuk janë shumë të shikuara. Dhe di që njerëzit e ndjekin. Të bëjmë pyetje, ku e ke më shumë audiencën? Se në YouTube ke më shumë apo jo? Apo ke në TikTok më shumë? Më shumë e kam në Instagram. Në Instagram. E kam nisur për në YouTube, YouTube-i po rritet tani. Por në Instagramin e kam timin edhe më duket sikur jam me zonja aty, domethënë. Po këtë ti
Violent është kanali për të gjithë ata që nuk e përmendën deri tani ne dy moderatorë shumë të këqij. Do të nxjerrim këtu like 4 njerëz që merren me këtë, nuk e tha dikush. Ç'a bëhet monitore? Shikon në YouTube e ka të pagjetshëm fare. Oh, pastaj e kam me vizë në mes se çka. Jo, e kam ndryshuar, është violent. Violent siç e dëgjon. Në fillim ishin kundra njerëzit që ta vija violent, se than, po ç'a është kjo tash i dhun, nuk vihet kështu. Jo, më pse shumë lart, mua m'pëlqen. Po unë e kam më shumë në një aspekt artistik për karakterin tim, se sa, domethënë. Jo, njerëzit mendojnë se merret thjesht kjo pjesa e parë e kuptimit fjalës edhe pjesa. Jo, ka shumë qartë, je shumë saktë. Po ideja është që unë që në fëmijëri edhe kur kam pikturuar, ndoshta Enea me Xhenin mund ta kuptojnë këtë gjën, artistët në fillim nuk është se din të pikturojnë gjithçka. Nisin me fillime. Është vërtet. Nisin, por që domethënë është kjo pjesa e artistëve që nuk din tamam rregullat e artit dhe quhen artist naiv. Dhe këta që nuk din fillojnë që nuk është se mësojnë me ngjyra tamam, po fokusohen tek pjesa e kur ti shef për shembull që është një pjesë e errët në pikturë, ti merr thjesht të zezën dhe e pikturon me të zezë në fillim sepse mendojnë që ajo është hija, por në fakt ka ngjyra, vlera, nëse mos të zgjatem këtu, po ideja është që unë fokusohesha shumë dhe në krijimet e koncepteve dhe në çdo gjë i bëja shumë ekstremiste, shumë radikale mendimet e mia. Nuk gjeja një balans. Dhe mendoja që isha e dhunshme në të gjithë mendimet që kam. Do të thonë pas ka menduar. Çfarë analize. Se ka menduar ndonjëherë kaq thellë në jetën time. Jo me emrin. Edhe ke ardhur një podcast i quhet Besi Andi Podcast. Se nga që kur ishim të vegjël i mendoni me emrat shumë. Ma vuri mami dhe babi edhe. E kupton Natali do të çat dështakësh. Zero imagjinat, zero kërkim. Besi Andi Podcast. Besi Andi Podcast. Mendoj që është më mirë se njerëzit ju din kush jeni edhe nuk i di emrin në YouTube. Jo, në Instagram ke goxha views, ke gjithandej edhe ke shumë audiencë huaj apo jo? Po, patjetër përgjithshmja është e huaj, nuk janë shqiptarë. Po pra, se kjo është e vështira se shiko tani, se si njeri internetit që jam. Vërtet është. Kur je lokal, edhe të shohin për shkakun 1 milion veta shqiptar, është e arritshme se njerëzit shikojnë 1 milion budalli që çdo ditë mund ta shohin edhe një gjë cilësore. Jo, kjo ka qenë në TikTok. Jo, dakor. 1 milion shit. Po jo se edhe në Instagram ke goxha. Më vonë. Ishte më vonë kjo, nuk është se ke edhe me 500k në Instagram. Po, kam dhe me 1 milion. Ke edhe me 1 milion. Po pra, mos se janë pak views, janë goxha. Po kontentin e ke perfekt. Faleminderit. Nuk mendoj që është perfekt, mos bëj kështu si. Jo, e kam fjalën sintonie të gjithë gjërave, mënyra si ti flet, mënyra çfarë informacione është thosë, nuk thua gjëra që janë një gjë që unë e kam dëgjuar më para. Një gjë të mirë ka këtë punën e anglishtes, që zakonisht content bërësit shqiptar kur I bëjnë anglisht janë shumë cringe. Po, ti je global fare, ke shumë. Shiko tash se po Madonna këtu. Jo, më pse të themi. Ju shumë faleminderit. Nga ti bravo di anglisht. Ka disa njerëz që më thonë bëjmë titra shqip, se nuk e marrin vesh. Beso rrotullo që ka të thënë. Jo, s'dua. Po mirë, në fakt ato titra shqip nuk janë ide e keqe. Shiko ku është problemi. Se ta sqaroj një herë mirë, domethënë, unë kam dashur gjithmonë që të jem e aksesueshme nga gjithë njerëzit me çfarëdo lloj audiencë, çfarëdo lloj dëshirash që kanë. Dhe edhe pse unë mund ta bëj shqip, kjo videoja mund të identifikohet vetëm për shqiptarët. Mund të shkoj vetëm aty tek ajo viewers, domethënë se s'po vjen fjala fiks, po ideja është që shkon tek ata ndjekës edhe unë nuk dua të limitohem, sepse nesër pas nesër unë mund të bëj një pikturë që mund t'i pëlqejë një njeriu shumë modeste nga ana ime, po mund të bëj një pikturë një njeriu që I pëlqen në Finland për shembull. Po pse zgjedh Finlandën ti nuk do Afganistanin? Ku di unë? Ose Iranin. Pse ta kufizoj këtë gjë patjetër, domethënë që të ma shohin vetëm njerëzit, unë patjetër që shqiptarët le të më shohin, nuk ka ndonjë gjë domethënë po. Ne kemi lindur ku qezi. Amonja, shikoj çka gocash kemi vërtetë. Po. Si e shef? Se domethënë pak a shumë tani se po e mendoj pak, nuk ka shumë njerëz që merren me atë që bën ti dhe ne, edhe ne është marr me pak a shumë me rrjetet sociale, me YouTube-in, me tempullin e Onufrit. Po, e kam parë. Është vetë piktor domethënë, po
që shumë pak kanë këto në Shqipëri. Do ishte mirë të kishim çik më shumë variacion, ëh, është kontent shumë i mirë, është edukativ, është. Nuk kanë shpresë, mendoj që nuk kanë shpresë. Domethënë unë këto kohë të fundit nuk kanë shpresë të marrin nuk kanë shpresë. Edhe kanë të drejtë. Ne arritëm me Tempullin e Onufrit podcasti jonë i fundit. Arritëm 10k, domethënë maksimumin dhe aty e mbyllëm. Aty ishte shumë u arrit maksimumi. E lanë me nder. Ai ishte ajo propaganda, më duket mos gaboj. Mos se çfarë ishte që u njerëzit në vërtetë. Ka qenë për ilirët. Gjithmonë shqiptarët vdesin të mirë me këto tema. Ishte kështu. Mi po fole për ilirët. Po jo, shikoj se thua s'kan se ju keni thënë diku që po thua nuk dua more. Jo, un kam shpresë, un jam njeriu më optimist, mendoj që s'kan pasion, jo se s'kan shpresë, se tash nuk është se do mbaj, edhe ti nuk është se po mbahesh me atë, edhe kur do punosh si arkitekt apo. Po patjetër, jo, ideja qëndron këtu që un mendoj që njeriu pavarësisht pasionit, vjen një moment që edhe mua më fiket ai pasioni, nuk jam 100%, domethënë. Pse do të fiket pasioni? Jo, un vazhdoj, un mund të jem duke pikturuar, po nuk ndjej 100% tim aty. Po vazhdoj se e di që kur ti vazhdon dhe punon, se çet vegjël jemi mësuar që kur punon i merr frytet më vonë. Po me këtë sistemin e tanishëm pa kapitalist edhe nuk është. Jo, mirë, okay. Po marrëdhënien për shkakun me arkitekturën që ti studion për shkakun, si e shef me të njëjtën pasion siç shef dhe artin edhe YouTube-in edhe të folurit për të vepra që bën? Unë në fillim ose veprat e tjerëve? Po, jo, unë në fillim e kam kuptuar që do ndjek arkitekturën, se ishte kjo ideja që e thonë të gjithë kur ndjekin që cila lidhet me artin edhe me diçka që paguhesh mirë kur je vogël. Po përpos kësaj ishte edhe fakti që kur ikja në disa godina të abandonuara gjithmonë ndihesha keq. Domethënë vinte kështu për qarë. Kam qenë fëmijë, jo për ta dramatizuar, po nuk e di sa që shoh godina të abandonuara bëhem realisht shumë keq. Futem në një ndjesi. Se mua më pëlqen keq fare. Po e bukur është, po ndjej një gjë, domethënë që çfarë ka qenë, pse nuk është më bosh, pse ato mure kanë kujtime. Po, ato mure kanë kujtime. Mori Zagos. Unë ndjek për shembull një youtuber që është në Bielorusia. Ore nuk po. Çfarë specifike? Po nuk po ta dhe më shiko çfarë bën njeriu. Jeton në baneza të abandonuar. Po jo për pleq. Jek një homeless nga. Po jo më mua. Bielorusia. Sa s'më kuptoni ju mua. Është një fotografer që kap Minskun, kryeqytetin e Bielorusisë, në momentin kështu që është si brutaliste me ato ndërtesat e vjetra me video, me drone footage, që ka pak si brutalist, si gjendje gri, si luftë. Po është më pëlqen edhe ka shumë stil, ka shumë atmosferë. Jo, përqen është shumë e bukur dhe duhet vlerësuar, se dhe restaurimi e fut këtë pjesën që duhet ta vlerësojmë në fillim pa ta restaurojmë, se ti nuk mund ta restaurosh dot diçka pa e studiuar mirë. Po domethënë e ke restaurim kemi mbretjen e restaurimit. Po në arkitekturë ku je më shumë të si rryma? Me thënë vërtetën. Po dale para se të përgjigjesh për këtë. Më thuaj arkitekturën e bën do e bësh si punë me pasion, domethënë e ke tamam. Unë me pasion e kam bërë edhe shkollën, domethënë nuk e kam menduar pjesën e notës aq shumë se sa krijimin, se kur të zë ajo zona jote që fillon dhe krijon. Problemi qëndron që jam akoma pak e paqartë, sepse kjo e artit mua po mesën shumë, edhe mendoj që ti bëj paralelisht, po e kam më shumë shpirtin të artit, me thënë të vërtetën. Po Diana, çfarë pyete? Më fal, ndërhyra ishte për stilin. Ku jetë arkitektura të më klasike, të moderne, brutaliste? Më pëlqen shumë mid-century, domethënë stili im i preferuar, po mid-century çfarë? Si Praga. Kjo futet më shumë tek pjesa interiorit, ndërsa eksterior. Sa ignorant po ndjen tani më flas për këtë, jam zero. Eksteriori unë jam kundra minimalizmit shumë me shpirt, domethënë je kundra me shpirt. Se si ke qef ato shtëpia të Viola që është një komodinë kuqe në cep, një televizor, shtëpi japoneze, edhe një krevat. Shiko, minimalizmi ka lindur me këtë idenë që edhe mbas luftës së dytë botërore, domethënë që ti krijonin gjërat në seri edhe po unë nuk e di pse mua më thret shpirtit e gjërat që marrin shumë kohë, që investojnë shumë njerëzit, edhe pavarësisht se është e bukur kur ti shef godina minimaliste tani, prap mua jo më thret dhe nuk kam ç'të ti bëj, domethënë do as dua. Jo, shikoj, jo minimalizëm në seri, se janë këto si këto. Po pra IKEA, këto që ose këto shtëpitë e fshatrave që kanë atë
Kur shikon kalon kështu në fshata. Po që ato fshatat në Islam në seri. Janë ca shtëpi në ndërtim që asnjëherë s'e kanë kuptuar atë. Janë ca shtëpi në ndërtim që kanë një derë të madhe dhe është e ngjitur me dritaren. Është në formë L-je. Po. Po pse ndodh ajo? Kur ndërtohet ajo pastaj ku shkon? Je loser olla. Ore ku shkon kur është pasi ndërtohet. Domethënë është dera ngjitur me dritaren pastaj. Po lloje mora të mut. Jo, nuk e. Unë nuk e di fikse për cilën godin flet. Po mos e putet ajo. Në përfshata kur janë të pandërtuara, kur kalon kështu, ka shumë shtëpi të pandërtuara. Nuk po më kuptoni fare, Nuk e di. Ne jam kuptoni? Jo. Shtëpitë pa përfunduara pra, Po janë shtëpi pa përfunduara. Po, ne kanë atë. Është në Shqipëri, ndërtimet në Shqipëri apo? Dgjoj mos, unë pastaj po vishë ndonjë Danimark, ndonjë. Jo. Shtëpi kur shkoj këtu në Shqipëri, në vendin tonë bukur. Se di pastaj se këtu ka lloje si bëjnë ustallarët. Përshtypja është gjithmonë kati i dytë është i pandërtuar, është vetëm isolatuar edhe ka një derë në mes të shtëpisë, edhe është e lidhur me një dritare në cep. Po ka dhe nga këto. Po, ke dhe fitila sipër që i për katin tjetër. Mbrapsht. Jo, kuptoj si thua, ke dhe nga këto pastaj që në kat të dytë janë që është ndërtuar, e mobiluar me gjitha kati parë është bosh gjithmonë edhe ka një derë që po këto janë alla shqiptar që pastaj nuk janë mbarojnë lekët, mbaron edhe bën një dritare dhe një kështu gati. Dritarin që është ngjitur me derën. Nuk e di, nuk po më tregove dot një foto. Ore, mua e nea më të merron shumë fakti për shembull që se më kujtua një pikturë e një piktori shumë të dashur për me. Jo, është ai më e nea që kam unë qef që ti e di. Që është ajo kulla e Babelit olla. Peter Bruegel. Bravo, ma jep dorën. Po e di që ke qef Bruegel. Ajo, po Peter Bruegel. Po me plak. Është shumë kryevepër ajo që ka bërë ajo njeriu aty, domethënë. Ajo njeriu. Bruegel i vjetri. Po. Edhe kur shikon atë pikturën plak, edhe kupton që mblidhen një konglomerat njerëzish që të bëjnë një vend që të jetojnë njerëzit, është shumë e çmendur si projekt, valla, shumë të ndërtosh shpinën tjetër. Po jo, e kanë fjalën për Zoti. Po pra, po e lidh thjesht imazhin me temën që dua të fus tani me këtë konceptin e arkitektit, inxhinierit, muratorit, më kupton që mblidhen të gjitha njerëzit bashkë dhe të bëjnë një shtëpi për dikë, që i rritet familja aty, han gjithë bashkë, mundon ndodhin gjithë këto gjërat në jetë. Shumë punë fisnike, shumë për shtëpi ka menduar një arkitekt për shtëpi. Arkitektura tani është si zanat, kanë qenë zanatçi që ja kanë kaluar pas brezave fëmijëve tyre dhe i dinin vetëm ata, dhe arkitektët që tani njihen për shembull si Le Corbusier ose Frank Gehry, nuk e di, gjithë njohurit, nuk kanë bërë shkollë arkitekture në fillim. Kanë qenë ata që kanë futur këtë ide që duhet të bërë. Kanë qenë ata që kanë krijuar rregullat e para të arkitekturës. E di kur kam parë një gjë arkitekturore, se unë them dot. E mundojmë ta flas, unë nuk e them dot. Nuk kam aq formin sa ta them. Por çka ke parë një? Kam parë për shembull në atë qendra Aliyev në Baku në Azerbajxhan. Po. Kush e ka bërë atë një e famshme? Po kë kemë? Jo, nuk e di. Ajo Aliyev Center në Baku me dieti këtë. E mos e çosh. Ne çfarë bën në Azerbajxhan? Është njëra që ka një, jo më e ka bërë në Azerbajxhan. Se e njifet ajo. Është ajo është femër më ne, është grua. Nuk ka gjë. Se gra arkitekt dy janë. Nuk e di për zotin. Ja, jo, harova, nëse. Aty plak kur u futa unë, na jashtë lenje që duke, o plak, duke kështu mos si një gjë kështu si do e fusim tu, është moderne. Është moderne, po, shumë moderne, ka bër shumë lek. Mos më pëlqen arkitektura moderne. Po pra, po dëgjoj si be kur u futa brenda, o vllai, ishte botë tjetër fare, më kështu me ca dhoma si spirale, me ca shumë e bukur e ndërtuar, o vllai, ndjen atë madhështin. Sa ajo atë ide kishte, nuk më pëlqen. Po çfarë të pëlqen ty besi si arkitektur? Të vjetrat. Domethënë të vjetrat. Shtëpi me baçë. Shtëpi me bajt. E di si e mendoj unë për shembull këtë arkitektura moderne është që ti merresh me ndërtesën, edhe ajo ndërtesa është nuk është në një kontekst. Nuk lidhet me kontekstin fare thua ti? Arkitektura e vjetër vlerësonte, si thosh, ajo ndërtesa ishte pjesë e një urbanistike më të gjerë. Më fal se na. Më thën, ajo ndërtesa teke ishte pjesë e një urbanistike, e një kishte një skem qyteti dhe një stil, një lloj. Okej.
Ishte arkitektura më Ore pra gjithë qyteti me atë stil. Një kull që bëhet tani nuk lidhet fare me kontekstin fare, jo. Po kjo është pastaj dështim. Lësho fantazin. Po neve në shkollë këtë na mësojnë që neve ato që të krijojmë ti lidhim me kontekstin. Bëjmë një case study, një studim paraprakisht pa nisim dhe ndërhyrje. Po si ka mundësi që ky koncept mësohet në shkollë, pra që ti duhet studiosh konceptin e qytetit, që të bësh një ndërtim njëra apo tjetra, dhe prap ne jemi në këtë fazë që ka ndërtime në Tiranë. Ndërtime jo vetëm në Tiranë, mos e ka edhe jashtë, janë totalisht jashtë konceptit qytetit. Po për mua ka edhe gjëra të bukura, më pse se janë gjitha kaq këqija sa. Ore janë palidhje me me ambientin, ka një ndërtesë të bukur. Po jo të gjithë zgjedhin ta respektojnë këtë që kanë mësuar. Ka shumë për mendimin leku. Jo, për mendimin tim për shembull, unë se njoh fare kush e ka bërë as çfarë është. Ajo godina që është bërë afër shtëpisë ish diktatorit. Ajo si mua më duket shumë moderne për Tiranën, plak. Më pëlqen se e ke parasysh nga fjalia që the pikërisht tek këtë që po themi ne që nuk duhet të bëjnë tek godin, ty të pëlqen godina. Po pra, ajo shikoj se ne kemi një problem. Ne qyteti jon nuk këtë përfaqëson tashmë, është një mini Baku, mini do të bëhet pak si Dubai. Kjo është synimi. Nuk më pëlqen. Po patjetër mos ta pëlqen valla, po kjo është profili i këtij kryeqytetit tonë, se jemi investuar në të ruajmë gjë të vjetra. Prandaj është i shëmtuar se kanë bërë. Po i shëmtuar është, po ajo është e bukur për shembull. Ajo vetëm te godin. Po edhe Dubai nuk është shukape ndërtolla. Qyteti fillon nga rrugët. Bëhen një rrugët, pastaj ndërtesat. Si bulevardi i ri, bëhet rruga, do bëhen ndërtesat. Do të thënë këtu ka një mungesë. Ma shpjego pak të Vela para se thuash atë. Prit të bëj pyetje. Jo, okay. Jo thashë po ma kërkoje tani. Jo. I ka 3 koncepte deri Unë bistimulova. Do thoshë gjë më të bukur në njërin ndërpreva. Jo, do thoja ne që si bëjmë këtë që nuk këtë vizionin e qytetit nuk e aplikojmë te kryeqyteti jon ose te gjithë qytetet e Shqipërisë. Po. I mungojnë iniciatorët e këtyre ideve apo i mungon vizioni ekonomik, domethënë si intereson njeriu ta ruaj atë, siç e ka ruajtur Praga për shembull. Tani ja këtë sa do thoja, ndoshta ngjej pak keq, domethënë, po ky është mendimi im personal. Ata mund të jenë arkitekt shumë të arrirë, që unë mund mos kem fare gojë ti komentoj. Po problemi qëndron që pavarësisht se sa të mirë janë, kur ti vjen në një vend që nuk e njeh dhe nuk e një ndjesi patriotizmi aq sa kemi ne që jemi këtu, që se kemi e kemi vetëm për ndeshje. Super përgjigje, çka përgjigje ka thënë. Ideja qëndron që ti pavarësisht se do ta bësh sa më mirë, në fund të ditës ti thua unë do marr një profit nga kjo, po edhe sikur ti jetë më i miri, prap ti nuk e njeh kurrë vendin e tjetrit se sa tëndin. Po përpos saj ne kemi projekte të mira nga njerëzit që vinë jashtë. Problemi qëndron që ne s'kemi asnjë nga këta që janë këtu brenda. Edhe kjo është një temë shumë e gjatë pastaj për të diskutuar. Se planifikimin urban normalisht do ta bëj shteti, se s'do vi arkitekti nga jashtë. Jo, marrë firma. Po mirë, okay, nejse, çon si ka. Është si përmarrje që e bën shteti, se pastaj se kujt ja jep si firmë për ta bërë, është tjetër punë. Kur mungon iniciativa nga shteti për të bërë planifikimin urban, normalisht edhe ai arkitekti juaj që do vi, do jepet një cop tokë, i thotë kjo do ndërtosh. Po patjetër. Kjo është njolla, bëj gjë më të bukur. Me aq sa di unë, për shembull këta të huajt ka shumë nga këta që vinë edhe kur sjellin një projekt, e kanë një projekt që e kanë bërë kohë më përpara, që ata nuk e kanë bërë për Shqipërinë. Që sfidhet e kontekstit. E kanë gati ata. Për Algjerinë. Jo se ka bërë pra asgjë, ai e ka gati një godinë të bukur. Ai ta bëjmë tu tek ta. Kush e jepi parë thotë i çoja se është kjo godinë e bukur edhe jo se gjithmonë ashtu se. Jo gjithmonë, jo, po them raste. Do të them eksperiencë personale para 3-4 ditësh isha te ky konkursi për të bërë Zyber Allullin, shtëpinë e fëmis. Po, çfarë do e bëjnë atë ne? Aty tani u bë me PPP, që do me thënë vjen dikush, do ndërtoj Zyber Allullin dhe do bëj dhe 3 kulla. Po, ashtu ishte. Gjithë kishin prezantuar projektin e Zyber Allullit dhe 3 kulla. Me shumë më plak. Edhe e ndoqa se isha në punë, normalisht e ndoqa të gjithë këtë gjën, edhe fitoj një rob që unë po bëja muhabet që më përpara me atë. Ishte shqiptar apo juaj? Meksikan. Po ishin një 3-4 studio. Edhe koncepti ishte shumë i lezetshëm, më thënë shumë arkitekturë moderne, jo klasike fare. Të dyja, ai nuk është se janë si
stadiumin ngjitur, po nuk janë aq ngjitur. Nuk është e njëjta godinë. Atëherë janë pak larg. Vetëm pres se kjo jetimore të pak kjo shtëpi fëmijë të ketë të jetë 7 yje plak. Jo, ishte projekti ishte fantastik. Të jetë plak, të jetë edhe tokën për kushte. Çka kishte kaq fantastik? Po ishte shumë moderne, po kishte ndjesi të ngrohtë. Si thosh, edhe koncepti ishte quhej choir ose voices, diçka e tillë, edhe me këto valët si këto që regjistrojnë këtu në kompjuter, që dalin këto valët audio. Po janë fiks ato, i kishin bërë 3D print, i kishin stilizu pak pasaj dhe kishin përdor zërat e fëmijëve, si thosh, për të ndërtuar gjithë këtë artistike që nga po. Sa do të isha. Po normalisht shumë e stilizuar, mos si ishte kështu me maja me sigjet. Imagjinosa sikur ta bëjnë shtëpinë e fëmijës brenda në qendër tregtare. Po projekti i fundit që nuk fitoi ishte shumë kështu hilaritet fare. Unë u bëra koshient në momentin që një nga këta juristë e vurin duke. Duke vazhdu konferenca, duke prezantu projektin, i thotë ky, ore, po fëmijët pse i futen në tokë? Edhe aty në tokë u bëra pak koshient, edhe kur po e shifja projektin, pastaj ky e kishte menduar që Zybera Lullit ishte në tokë, kullat sipër. Fëmijët në parking. Parkingu dhe fëmijët në 10 vot. Plak nuk po imagjinoj që po e dëgjoj këtë. Po ka pasi projekt gati për një gjë tjetër edhe e ka përshtatur. Fëmijët në parking. Andi, po na tregonte profesori para disa ditësh a javësh një projekt që ishte në North Korea për një, nuk e di çfarë godine ishte, po ishte në tokë, domethënë, edhe po na tregonte kështu fotot sa, ashtu që nuk është hera parë, po për jetimore është çik. Korenë veri pa ta mësuar mo. Ne ku jemi mësuar në tokë? Jo, po nuk fitoj normalisht. Si janë mësuar ata kanë 500 vjet në tokë. Kush more? Korea Veriut mo. Po si jetojnë në tokë ata më. Po mirë mos janë shtet që jetojnë në kushte shumë ekstreme. Vuajnë shumë keq edhe tani. Po ne të paktën këta të shkretët që janë aty që kanë atë jetë që duhet të kenë tani ta kenë atë jetën mbi tokë edhe. Domethënë ajo që theti Besi për jetimorja në qendër tregtare somehow better. Më e mirë. Të blende një gjë të paktën. Jo më supermarketin. O plak, mos është atë mërshme fare, oda, si mund ta kenë menduar të gjë më burr? Nuk e kanë menduar më, është ajo që... Ore, po shiko, unë jam shumë që një kompani e madhe duhet të ketë një njeri që merret me mediat në një kompani, që bën marrëdhënie me publikun. Jo mor ti dale, ti je korporat mega. Ore, sa tendera bëhen që kalojnë kështu. Po pra po. O plak ti ke çik respekt për biznesin tënd ose ke gjithë vite që punon. Ti vetë do të hapësh ti do të hapësh vetë në një të ardhme, një kompani kështu arkitekturore apo thjesht do të punosh në një. Ore ti do bësh shumë lehtë me artin. Po, me këtë do merresh, ta kam. Un kam plane për artin, nuk, domethënë, shiko, arkitektura të kërkon aty. Edhe un po e nisa, domethënë është aty, ti do rrish nga mëngjesi deri në darkë, se thon po ç'a bën aty vizaton aty rrin laptop. Jo, si vizaton. Nuk është po te arkitektura je më tepër te interiori apo? Jo, në përgjithësi janë të dyja shumë të bukura. Interiori patjetër se është pjesë më artistike që ti nuk merresh shumë me teknikalitet, për shembull siç mund të merresh me eksteriorin, po dhe eksteriori është shumë i bukur se kur ti bën është si të bësh një telajë shumë të vogël kaq, dhe thua është koncepti mirë, po prap kur shef atë telajën që është super e madhe, e kupton madhështinë e konceptit. Të mëdhaj i ke punën. Po, tani kam nisur që ti bëj të mëdhaja. Po ju si përmirësoni ju të pikturës? Domethënë vetëm duke punuar e kuptoni veten që përmirësoni edhe që si të kuptuat. Po, ta them unë. Ok. Shaka. Jo, po prisja përgjigje me vërtet. Po domethënë ku e kuptoni ju që si jeni aty ku duhet kur bëni një pikturë mësoj teknika dhe metoda në herë. Edhe shoh, nëse se arrit dot këtë lloj teknike jam mbrapa, ose nëse se unë ndaj pak kështu nga shkolla ndoshta ose nga që duhet studioj anatomi, duhet studioj për ngjyrën në vetvete, duhet studioj vizatim, lëvizje me skica. Edhe aty evaluoj veten. Nëse kam rënë te këto gjërat specifike, bjen dhe ai totaliteti.
Normalisht në kitare ose në bateri ti e kupton kur përmirësohesh, nëse i bie për ditë. Jo, kur përmirësohesh e kupton, por kur e kupton që si je aty ku duhet, domethënë. Po se shiko. Jo, po ti ku ti pikturosh aty? Çfarë shiko? Unë mendoj që jam akoma aty ku duhet, po ku e kupton? Në shtator, domethënë që po pikturoj. Në shtator do jem. Jo. Në shtator, këtë shtator që ishte, mua më ka zgjat kjo piktura 17 muaj. Edhe nuk më ka zgjatur se nuk e pikturoj dot, se Enia ka bërë tërë ato për një vit, po ideja qëndron që më ka zgjatur 17 muaj sepse nuk kam pasur guximin. Disa muaj kanë qenë a e bëj dot unë këtë, edhe nuk e merja guximin çështja se kisha frikë. Po është e kot kjo frika, domethënë se ti do ta bëj gjithsesi. Për të marrë me këtë gjë gjithkohë. Jo, për të marrë se nuk kam problem të rri aty me orë të tëra. Problemi qëndron që kur ti ke bërë diçka që i quan me mendjen tënde madhështore, nuk do t'i ulesh atë nivelin. Dhe ideja ishte që ula të pikturoja, po unë e dija që këtë nuk e arrija dot. Domethënë derisa mund ta arrij unë. Po. Edhe këtë që pyetjen që bëri Besi është sepse kur ti studion dhe shef të parët e artit ose çfarë kanë bërë ata, ti e di që për të quajtur artist duhet arrish disa nivele. Dhe duhet dish color theory, teorinë e ngjyrave, duhet dish perspektivën, gjitha gjërat që tha Enea. Nëse ti nuk je aty ku duhet, të thash këtë që bëjnë të gjithë artistët fillestar, që nuk kanë ndonjë gjë të keqe, thjesht nuk fokusohen tek më shumë unisa për shembull ka shumë piktorë të këqij që mund të jeni te ju të edhe mund që bëjnë ca piktura kështu skandaloze fare, po ama e shesin veten sikur po se ata gënjejnë të tjerë dhe veten apo nuk e kuptojnë. Ja, më ta shpjegoj unë. Mjaft jo. Shiko ku është muhabeti. Beso. Ka dy lloje pikturash. Është një që është shumë e bukur, që ti ke dhënë. Po dalë. Ora ka dy lloje piktura. Kjo pikturë parti ke dhënë shpirtin aty. E ke shpirtin jep edhe pa mund të jetë pikturë koto. Po pra, po dale. Je përkushtuar kaq shumë të atë pikture, je marr, ke një koncept, ke gjithkohë si ke menduar titullin e kësaj pikture, ngjyrat, çfarë do bësh, atë tematikën, ditë pa gjumë, më kupton? Kjo është e mira. Ke edhe këtë pikturën tjetër ndonjë që e bëre të doli shumë keq, po i ndërton një narracion mbrapa. Shikoj se kjo s'është ajo që kjo është piktura kontemporane. Po pra, domethënë. Ore ideja është ata artistë. Ja pra. Jo, edhe në arkitekturë ka disa raste që bëjnë ndonjë koncept edhe i fusin një tekst shumë të gjatë, domethënë. Po pra. Dhe ti pedagogut mund t'ia shesësh, është tjetër gjë, pastaj e kupton pedagogu. Po ka disa që edhe ja kanë shitur me këtë tekstin që thua. Po unë kam patur. E kam akoma një shok që punonte shumë fort me pikturën. Po ishte shumë i keq. Po se nuk është praktikuar. Ore jep shpirtin aty, kur s'është praktikuar ka 40 vjet domethënë. Ai vazhdon. Po mirë, shiko, ka dhe raste që je i keq vëlla dhe vazhdon, por siç ke aktor të këqij, siç ke ku diun muzikë. Po jo se ka, është. Ore puna është se si e dallon dot veten apo jo. O besi nëse ti domethënë se ka shumë artistë që përgjithsisht ata që nuk e kuptojnë nëse janë mirë ose janë keq, janë zakonisht artistë që nuk shohin, domethënë njohurit nga historia e artit i kanë zero, e kupton? Dhe janë shumë të limituar nga atë që bëjnë vet, pra shef vetëm atë që ti bën vet, por kur ti nuk ke diçka me çata krahasosh, detyrimisht e jotja është më e lartë. Jo, është e gjithatë ato që mëson në fillim, qose ai që ka pikturuar 40 vite dhe është lodhur, ka pikturuar, ka parë një foto thotë unë do ta kopjoj. Okej, që të kopjosh në fillim, të gjithë kemi kopjuar se ka kopjuar Leonardo da Vinci, ose do kopjojmë neve. Jo, nuk është problemi i kopjes për mendimin tim. Jo, kopja është shumë e mirë deri në një moment që ti duhet ta ndalosh dhe thosh shiko se unë nga kjo gjëja e mora çfarë doja, domethënë deri diku, po duhet lëvizësh më shumë se kaq. Se ti për shembull po të rrish Andi, ku diun, të bësh një punë, edhe të rrish tërë jetën duke bërë atë, ti nuk e kupton dot se për çfarë mund të jesh më i mirë. Do rrish aty. Po patjetër, duhet siç bëjmë ne 500 gjëra. Na ka ik mendja. Nuk e kisha për këtë. Jo, mos është shumë e drejtë, është. Dorëm komplet me. Jo, mirë. Shiko, beso, do merr edhe unë me pikturë vëlla. Dhe unë jam i bindur që po më mori në njerë. Ti na i dhe gjitha përgjigjet e pikturës. Ki vetëm filloj pikturoj ka ngel. Ti Viola me sa po flasim dhe tani, unë mendoj që ti duhet të bësh një podcast format të gjatë tek ajo e jote një moment të dytë. Ne mos e bëj këtë. Jo se çka, jo. Mos jep këshilla. Jo.
Jo, ma unë kam menduar, po problemi është që çfarë të flas. Po edhe këshilla mund të më japi mua violent edhe. Kush ti, po pse? Fillo pikturo. Po, pse? Po jo mos e flet shumë bukur, e thot shumë bukur atë çfarë mendon edhe atë me video të. Po format më i gjatë. O plak, nuk është ai formati i shkurtër është shumë i mirë. Nuk të bën ai format. Po jo, më kjo videon e parë që kam parë violent është formati i gjatë, valla është. Është formati i gjatë. Super si harimi asaj pikturës që ke bërë me ato librat e shenjtë, Po, me biblat. Me biblat. Me biblat. Ato biblat ku i ke parti? Kam kontrolluar nëpër arkiva interneti. Do të thënë, po pse ti ke bër faqe caktuara apo i ke bër komplet? Kam bër kopertinën, ndërsa te Kuranët, se do bëj edhe një seri që janë me Kuranët, se kjo s'lidhet me fen më tepër se sa me konceptin që un kam, edhe pse është koncept vizual se sa spirituale që flet. Të dyja nga pak, po më shumë vizual, duke qenë se unë nuk është se kam dhënë diçka nga ai. Pëlqen ai artizanati? Më pëlqen po, për kushtimi që bënin të vjetrit, domethënë të vjetrit, të lashtet për këtë që bëjnë në krahasim me tani. Si ku i ke parë, unë nuk e dija që ekzistonin ato lloj biblash. Janë ato unë po bëja scroll në Pinterest edhe në Tumblr për qef, edhe më doli. Janë si ato do nufrit apo jo? Po më doli kjo e para, domethënë ajo që pëlqen, që do ta vëm këtu. Po. Aha. E zeza. Edhe e kam nisur para 2-3 vite, në 2023 e kam nisur. Edhe më pëlqeu, e nisa thjesht se më pëlqeu ajo. Është shumë e bukur ajo. Pastaj thash, po mund ta bëj seri këtë. Edhe do bëj një seri, domethënë, përveç Kuraneve dhe Biblave, që do bëj realizëm me disa objekte që simbolizojnë diçka specifike. Se duaj që të bëj dhe konceptet, po dhe realizmin, domethënë që ka lidhje vetëm me jo krijimin e një koncepti, po që japin më shumë një ndjesi për këtë gjë. Për shembull, një shqiptar, se s'dua ta bëj çik spoil domethënë, po një koncept që do bëj është për objektet shqiptare që ne na japin ndjesi, për shembull ajo pallaska, që është tipike, ose çentroja, ose ajo shaka. Këto gjëra që këto simbolet që na kanë arrit. Kulturën shqiptare, pavarësisht se janë kështu banale të shpjegohen kaq pasër, po që. Po jo sa ajo si sjell. Po do i sjell. Çiko ti po flet Viola me. Po fizikisht ke mendu ti ekspozosh, të hapësh ekspozit? Po, patjetër, po nuk ndihem sikur jam akoma gati për të bërë ekspozit, se duaj që ta bëj me këto pikturat e mëdhaja, edhe momentalisht kam mbaruar të parën, duhet që të vazhdoj, domethënë. Konceptet i kam gjitha gati, thjesht do kohë. Do work që të punën që të dalin në. Ti Violen ke studio apo në shtëpi punon? Jo, në shtëpi. Aty është studioja ime, domethënë. Edhe mendoj që kur jeton aty ku krijon, mendoj unë që është dhe më produktive, sepse jo e kam vërtet. Jo si besi që jeton në studio. Çaj me matja. Çaj se ky shambo. Jo bëjmë prova. Dhe ne në studio jetojmë. Okej. Për te, domethënë, shakave, edhe nëse nesër pas nesër do hap një studio, unë e di që do jetoj aty. Do jetosh aty. Po, është koncept i bukur është. Po ose elmohesh aty. E di ky është problem tjetër, se ka raste që jo fare. Po jo se ti Violet nuk punon me spray, apo punon me jo me vaj, po pse është i dëmshëm? Po ti ne apo ti përdor maskë? Po ne. Maskë, pse? Nea dje erdhi me duart, kështu si ikëm në një ekspozit, bile ta përshëndesim Kristian Zarën. Më vonë e flasim. Edhe shkuam në një ekspozit dhe Nea erdhi me duart si bojaxhi, domethënë njolla me çaj. Edhe kena goja me po nuk hiqeshin. Nuk hiqeshin. Mirë maskë s'ma, të paktën laj du. Jo, përdori Paldoreza mor bursën afliqe. Ishte me dy liend, donte solucion tjetër për tu heq, edhe nuk mund isha bërë me primer. Ne pra, janë të dëmshme këto. I thonë që shumë artistë kanë marrë halucinacione nga këto dhe supozohet që shumica e koncepte po të mira po ju prandaj bëni ngjitur te lajos në bojë. Helmimet janë më shumë prej të bardhës plumbit që tani është ka dalë nga qarkullimi. Tani është titanium. Po, Led White. Tani është titanium. Është shumë është pak si më e bukur, më ngrohtë. Po, në fakt, po është shumë toksike si. Shikoj besoj që merrem me muzikën. Pak në shurdhohemi, nuk është se na. Po këtë konceptin e ëndrave ke menduar ndonjëherë se kjo duket shumë
si gjëja e parë që mendon që do shikoj në ëndër një pikturë dhe do ta bëj. Jo, kjo piktura që po bëj tani është inspiruar nga një ëndër në fakt, sepse se ku pash diku që atë që e mendon, shkruaje direkt, edhe ishte ora 4 e mëngjesit. Dhe më erdhi në mendje, doja gjithmonë të bëja një pikturë në kuzhinë, po ndjesia që pash një ëndër, domethënë, dhe atë ndjesi u çova thjesht shkruajta, shpjegova konceptin, që kur të çohesha në mëngjes ta kisha aty mos ta harroja se ëndrat ikin. Dhe kjo është, domethënë ditar për ëndrat. Është edhe ky reelsi që kam përshtypjen se kisha folur për ëndrat e Salvador Dalit, që ai përdorte një teknikë që mbante dy çelësa në të dyja duart dhe kur ti binte çelësi bënte atë zhurmën dhe ai çoi me atë ndjesinë që akoma nuk është konscienca shumë e zgjuar dhe bënte skica fillestare të atyre gjërave që shifte, domethënë loste shumë me këtë pjesën e ëndrave dhe të gjumit. Ai është surrealist. Po, surrealist. Surrealisti se mua më pëlqen, po unë nuk e di çfarë është surrealisti, se unë nuk e di ka ky. S'ka mundsi. Jo, si definohet tamam një surrealist, se ideja është që mua dhe Besit më japësh të pikturojmë do të bëjmë një shtëpi me një diell. Unë e kam kuptuar shumë herët që nuk bëja për pikturë. Në që kur isha i vogël e shikoja. Po në kurs ke qenë ti Beso? Në kurs pikture? Jo, unë kam qenë. E kuptova që para se të futesha në kurs. Domethënë që kur fillova të mendoja që sikur të futem në kurs, që isha mund të kem qenë 5-6 vjeç. Me vërtet aq. Po që kur bëja këto shtëpizat e vogla këto. Ne jam mirë në plan apo jam mirë? Ja, kuptoja që ishin shumë të strembra, shumë nuk tash po të punosh normalisht arrin një far. Po. Pa po se patë që në fillim një goditje talenti nuk është kot. Po shumë ajo, jo. Jo, unë nuk e mendoj këtë, jam me Xhenin për këtë gjë. Nuk është shumë kjo puna e talentit. Sidomos në atë moshë që qen ti nuk e kupton dot ke pas apo. Po vjeto. Unë s'është kam pas pikturu që i vogël, për shembull. Jo, edhe unë jam keq. Unë kam zbuluar shumë vonë. Në pikturat këto po jo e ne kur kam qenë i vogël. 27 vjeç që jam futur. Po mirë si shumë vonë. Mirë. Vonë është vjetë, s'kam qenë i vogël më po. Jo ka fjalën për artistët që nisin që herët edhe e zhvillojnë gjatë jetës. Po talentin që kanë të ndërsa ne si është dashur të kapi ritmin. Po mirë, për mua s'ka ndonjë kështu, mund ta bësh edhe pas. Nuk ka prandaj po them që nuk është se ka. Unë për vete ashtu kam menduar. Enea e ka për shembull, Enea ka të lindur se ka kap 27 vjeç, domethënë njerëzit. Po jo, shiko çka ka Enea, shiko çka ka Enea. Punova në mënyrë shumë kafshërore, sistematike për atë gjë. Enea, di unë çka ke ti. Sho Enea le të flas Andi. Po, Enea, më le të flas pak për ty, jo se e shpjegoj. Më le të flas pak për ty. Se është vjen ti Enea. Është koncepti im për artin e Eneas. Enea ka një gjë që unë Eneas i kam pa gjithë si thon zhvillimin. Edhe mbrapsh biles. Po, zhvillimin, domethënë që nga momenti që e zbuloi këtë gjë, në momentin që u mor pafund fare po gabonte në fillim, domethënë prishte në një lajo, bënte to klasiket, në momentin që gjeti pak atë zërin e vet, në momentin që u zhvillua akoma më tej, një moment pastaj që u çmend fare, domethënë te këto që është tani ka një si e shofun, ky është mendimi im. Po. Se aty si artist ajo intereson, si e mendoj unë. Po pra, po që t'ja u hedh poshtë të gjitha ato që po thoni, edhe Enea pavarësisht e filloi vonë, e kapi shumë shpejt. Po jo mos se ka kapa e shpejt më bes. Po 5 vjeç ke qenë. Se ka kapa e shpejt më bes. Unë 5 vjeç deri në vit 2 gjimnaz 10 bëj një portret sakllami, bëja syt këtej buzët andej duhet. Po që 5 vjeç kam qenë shumë inteligjent. Dhe intelektual. Jo, unë them që ka shumë zhvillimi është shumë i rëndësishëm, si e shoh unë. Po vërtet 80 70 me 30 është, do me 70 punë, 30 talent. Po është talentin ore mund të jesh ai që ke lindur, ku diun, Mozarti që çoi 3 vjeç na gjumi dhe bënte simfoni. Po ka lezetin e vet. Jo gjeni. Po pra ka dhe lezetin, mua më pëlqejnë shumë artistat për shembull që janë zhvilluar gjatë kohës, ose kanë tentuar të bëjnë diçka, nuk janë gjatë kohës njësoj, nuk kanë gjatë kohës vetëm këtë, kanë vizion, kërkojnë të vetja, domethënë kjo më pëlqen më shumë te një. Ata artistë vlerësoj më shumë. Unë mendoj që është dhe kreativiteti, për sa kohë ti ke kreativitet dhe zhvillon imagjinatën është shumë e rëndësishme. Unë kur kam qenë e vogël, mbaj mend, ma kanë thënë prindrit domethënë, unë s'mbaj mend gjë, kam qenë 5 vjeç. Bezi atëherë ishte në universitet.
Kam qenë duke vizatuar kështu me shkumsa dhe vizatova një lule, po nuk dija çfarë të bëja tek ajo rrethori i lulës, se do. Te pispili, çfarë shumë ato. Te pjalli. Po çumçakiz dhe marr çumçakizin dhe i ngjis aty, domethënë. Dhe atë e kam foto, se ma kanë kapur. Ke për instalacion. Po. Mix media. Këtë do të pyesja. Kam parë, domethënë që jo se kam ndonjë kush e di, domethënë, po kam një lloj imagjinate për ta çuar pak gjë më tepër. Dhe thjesht robi stërvitet, pastaj dhe kuptojnë që mund të bëj më tepër se sa imagjinon. Nise pikturën, domethënë. Po. Jo, unë jam shumë keq me pikturë. Mua skulptura më duket është shumë e vështirë, po mendoj që po të merresha pak, shumë na 5 herë në javë. Do mendoj se një moment mund ta bëj një gjë që do më pëlqente. Kurse piktura më duket shumë e tmerrshme. Për mendimin edhe shumë tejet e vështirë. Piktura është më thjesht se skulptura, mendoj unë, edhe Michelangelo e quante ofendim ta quajë piktor, donte të quajë skulptor, domethënë. Varet se ç'a bën, se piktura ka shumë lloje zhanresh brenda që nga gjëra që i bën për 2 minuta në punë që të marrin gjithë jetën. Ore ka skulptura abstrakte. Por Beksinski, Beshkrinski. Ora nuk është këja e parë, nuk është Bekshinski. Po nga që është ajo s jam e. Nuk e di ti dhe. Po ja gjetëm emrin këtij podcasti me Violet Bekshinski. Po ka më ti ke plot në Tiranë kështu skulptura abstrakte në Tiranën plot i Elidon Xixha. Po abstrakte e kanë fjalën kështu siç janë ta piktura që janë të çmendura faj që kanë shumë informacion brenda. Se ka skulptura abstrakte që janë ca forma jo një trekënd gjysmë rrethor me një po them skulptura kështu. Skulptura që quhen me të vërtetë skulptura. Ka madhështi aty brenda shumë çmendurira. Po reja mo çfarë është reja? Po. Skulpturë moderne, viza. Instalacion. Po është instalacion, s'është skulpturë. Neandertali skulpturës. Jo, pra nuk është koncepti që po them unë për pikturën. Arkitekturë ekspozicionale që lidhet dhe me artin, po që janë të dyja të miksuara bashkë. Po ajo nuk është kështu kur e shikon nuk është që kanë çmenduri kjo. Okej, po. O Violeta, po ç'a mendimi ke? Viola. Zonja Violeta. Ja se më e thash vetëm. Ç'a mendimi ke për artin kontemporan? Se këtu se dua të fut dhe pak e nean. Domethënë, në përgjithësi si koncept, ke respekt se të kam pa që është shumë klasike në shije. Po jo. Unë jam kontemporane vetëm ose në këtë periudhë jetojmë, nuk është se kam ndonjë gjykim. Unë kam bezdi që ka artistë që lodhen realisht shumë për punën që bëjnë. Edhe ka me vërtet vlerë koncepti, nuk është se kanë vizatuar një pikturë periudhës baroke për shembull edhe është madhështia, okay. Po teknika dhe lodhja, po ka dhe koncept. Ndërsa vjen dikush, pikturon plasë sa ngjyra aty edhe i quan abstraksion. Tani përmendjen time nuk quhet, ka abstraksion. E shpjegojnë me një roman pastaj. Po, ose me një dokumentar. Abstraksioni është unë personalisht e fuz dhe surrealizmin të abstraksionit, se është koncepti abstrakt, nuk është diçka që ne e shohim në përditshmëri. Nuk e di a bie dakord Enea, domethënë. Po në momentin që ti me surrealizmin bashkë në abstraksion. Çfarë? Jo, si the? Me çfarë të bjerë Enea dakord është po. Jo, nuk e di çfarë thotë Enea, sepse jo, Enea është shumë fashist ndaj artit kontemporan. Jo, artit kontemporan, se dhe unë kontemporan jam. Po pra. Jo veç ndaj kontemporan. Mbas nga fundi modernizmit u krijuan aq shumë rryma saqë nuk mund të flitesh më për rryma. Edhe prandaj quhet thjesht art kontemporan, art bashkohor. Sepse nuk e kategorizon dot më në një gjini ose shiko kur përmendet fjala ose tok fjalësh i art kontemporan gjithmonë vin këto një pikë në një pikturë të bardhë. Po beso. E kam unë pyetje, bravo se ma more. E kam unë pyetje. Aty s'jam unë. Po Enea. Pushoti tash të klas ky. Qa mendimi ke për Rothkon? Kuptoje bot kuptimin e Eneas për artin kontemporan. Qa mendimi ke për Rothkon? Me një fjalë. Nuk e llogaris. Mua Rothkon duket shumë lart më plot. Një sekond përpara se të them mendimin tim, pse të duket lart Rothkon? Më pëlqen keq fare.
Ajo portokallia me atë të kuqen aty minimale fare. Ke parë një portokalli me kuqe ti? Më godet ajo ndjesia ajo gradienti aty ajo. Që mund të jenë të bukura për një interior të një miliarderi që thjesht do të mbushë atë murin. Jo më kështu mendoj unë. Mire ka, jam dakord. Janë mirë për dekor. Ta marrësh 250.000 lekë. Piktura kur kthehet në dekor nuk është më pikturë pastaj. Është mobilje. Dekor, është mobilje, po. Po ka drejt, do më përdosh kështu të duket dhoma kështu që duket muri anë nga. Nuk kemë çata mbush vetëm blesh karavate. Unë për vetë as për letër murin nuk do e përdor. Se jam pak më i komplikuar, më pëlqejnë gjërat më të ngarkuara. Banjë. Ne sapo na hoqi 3 ndjekës. Më pëlqejnë që pëlqejnë ngarkuara këto veprat e artit. Ju lutem ju miq që ikët mos harroni ta subscribe-oni. Po prap Rofko përpiqet, ka njerëz që s'përpiqen. Po ti pse e mbron Rofko? Jo, kur e mbroj në kuptimin që tani edhe këto ekstremizmat që thonë që jo po vetëm arti i periudhës baroke po e marr shembull kot është i mirë. Okej, ka madhështinë e vet, po për shembull nuk mund të hedhësh dot poshtë për shembull René Magritte. Po shumë lart është René Magritte. Për shembull, ai nuk bën thjesht një koncept edhe me vërtet ai ditë pikturoi pa ka arritur aty, se prandaj tani quhet kontemporan. Ti ke ato mollën para. Ai s'është kontemporan, është. Jo ai, po flas për surrealistët tani që kanë arritur një lloj njohurie dhe dalin te konceptet e tyre, pa çka se nuk është se bëjnë për shembull artin klasik. Ky po është një njerëz që mund të quhet denjësisht artist kontemporan. Ata janë shumë mirë më. Unë kam me këto që vendos urinalin ti Duchampi, urinalin e Duchampit. Pollock për shembull. Ja, ai është bler fare. Skam duket. Ai skem më burë, është mashtrus. Ata krye milioner. Po krye milioner mund të jetë më, ajo ishte lëvizje që arti amerikan të ndaj. Po janë galeritë të gjitha si koncept nga varësia europiane. Po. Ore pastrojnë para galeritë, po. Ça kuzash. Jo, po këtu është puna që një pjesë e madhe e lëkut që ka arti tani është se galeritë vërtet pastrojnë para. Pastrojnë kështu $100 miliona dhe euro kështu në frikshëm, më keq se Edi Rama. Sa armiq bëre me një deklarat goditi dhe sa i keq më vetëm tema. Po ti del në një ditë për çefa po vetëm. Bën një tjetër si asgjë. Jo. Asgjë s'bëj. Çfarë supozon? Dëgjoj. Po seriale shikon, filma, dëgjon muzikë. Po seriale, domethënë, nëse unë seriale dhe filma shikon. Dita e vetme që unë nuk kam pas serial se e mbarova Game of Thronesin, jam një çik vonë. Tani e pe Game of Thrones. Jam një çik vonë, po e mbarova tani edhe ti je disa vite mbrapa. Ndiem bosh, domethënë. Unë jam brez tjetër tani, do kapi çik ritmin se jam nga këta tipat që kur del një serial rezistojnë mos ta shohse. Se është kështu që ndjek rrymën e kështu. Mirë, jo, edhe unë vonë kam çan ndjesë të Game of Thrones. Po tani më vjen shumë i nat kur thonë është më i mirë, është më i miri me shifra. Mos e nuk thotë një. Jo, s'është më i miri. Ore, këtë dëgjoj më thotë është më i miri të gjithë kohrave. Jo. Mainstreami. Të dëgjon ti. Me shumë njerëz. Edhe të gjithë më thonë, tani unë nuk besoj ti mund të kesh opinionet e tua. Ne kemi tona. Po njerëzit mua kështu më kanë thënë. Unë mendoj që është pak underrated, është i vlerësuar. Është mirë. Është overrated. Po. Është player, më nuk është. Jo, s'është player. Nuk është player. Deri te 6 është. Nuk është player, por nuk është. 6 është lart. Pastaj 6-8 janë lumë. Ka vetëm dy gjëra që janë. Shumë Christopher Walken ajo. Ka vetëm dy gjëra që janë fantastike te Game of Thrones. E para është që ka skenar krye deri te 6. Lart deri te 6. Bashkëbisedime që janë aty, gjithë debatet, personazhet janë të mirë shkruar. Ajo Khaleesi super personazh fillim, kjo çfarë mendimi ke për Daenerys na fundi? Shumë e keqe, e ndyrë fare. Personazhi shikoj çfarë më pëlqen mua. Viola, shikoj çfarë më pëlqen mua. Mua më pëlqen kur shoh një serial, më pëlqen një personazh që evoluohet, siç e lidha edhe me pikturën që thash për Enean. Është dikush që e nis, bravo. Jamie në serial ka një Të lumtë nëna më vajz. Faleminderit. Është super personazhi te Game of Thrones. Bes. Jamie Lannister. Apo jo, Jamie dhe Tyrion apo jo, Tyrion po. Thash se ishte ja. Tyrion është i po, Azbullaj. I voskri. Oh, Bob.
Jamie pati shumë development, domethënë zhvillim në serial. A të flasun apo? Fal. Jo, e kam fjalën atë fjalë. Po në fakt e vërtetë se nuk e kisha menduar ndonjëherë nga që e përçmoj si serial. Po ky Jamie ka super personazh. Pa është, domethënë deri te 6-ta ishte okay, pastaj u bë aq llum, aq kocsa që un kam një problem me njerëzit që shohin serialin vetëm për të parë skenarin. Domethënë jo skenari. Jo, u thash njëna pikat e forta. Jo, dakord që do ta vlerësosh dhe për këtë gjë. Po në momentin që ti e sheh vetëm për ta kritikuar një serial, mendoj që ikën ajo pjesa e shijimit. Ti mund shohësh një serial. Kjo mund deri te 6-ta e kam parë. Deri te 6-ta ishte lart, pastaj era keq. Me dëshirë isha kështu, sa i bukur është më plak. Me vërtet? Pastaj që te 6-ta. Domethënë 2 sezone hedhin poshtë 6. Hedhin poshtë gjithën. 3, 6, 8. O Viola të gjithën, e çdo gjë hedh poshtë. Me spoiler, besoj se ka ekziston më fjalë. Po jepi mo aty. Që me ngjalljen e Jon Snow, aty mori fjalën. Po pse mendoj që s'duhet i ringjallur. Jo, ata e ngjallën vetëm se kishte shumë komente në YouTube, ama ngjallën. Po pra, bravo. Ishte fiks muhabeti që ky ishte një serial që ta vrau protagonistin që në fillim. Tani kjo nuk është një gjë e re, është vërtet. Kjo është një kopje ajo që ka bërë dhe Alfred Hitchcock, që ta ka vrarë protagonisten te filmi Psycho, ta ka vrarë që në 30 minutë që e parë. Në manga dhe në anime vrasja e këtyre është koncepti që kapi Game of Thrones është që ne ne i vrasim gjithë në këtë serial. Është pa parashikueshme. Po, dhe vrau Sean Beanin që është super pozitiv aty, na fal Enea se keni pa ju Game of Thrones, ja ti bim shkurt ta kaloj. Tas kanë për ta parë po. Po ta mbajnë mend këtë që po thua. Vran, jo, po s'ka, vran Sean Beanin aty, thonë i vrasim gjithë. Edhe vran Jon Snow, edhe ndodhi ajo që ndodhi në internet, ka drejt besi dhe këta ta kthejmë edhe një herë më të na shitet seriali, se u bë produkt. Edhe futën dhe 2 betejë shumë të bukura aty, shumë epike. Po do lenin serialin njerëzit nëse nuk do ringjallë. Jo, po pati shumë ndikim, shumë backlash në shumë ne si na vrat ç'ash kjo. Ore, po ky është libër. Është ashtu historia. Jo, opa. Është libër deri te 6-ta. Është ndryshuar. Domethënë, ç'a vjen pas 6-s është gjë e re. Nuk ka dalë. Medan ky ka vdek mbas 6-s, ky si e kishte? E tani nuk e di mirë libër, Jon Snow. Kush ka vdekur? Te 6-ta besoj. Po kur u ringjall, ajo që e prishim më shumë si serial, un personalisht nuk e kam përjetuar dot ai shumë sa Besi ose sa këta që kam pa direkte, sepse unë e pash tani dhe unë e pash për një herë. Po, ajo ndikon. Sidoj që të jetë, un mendoj që kjo që e prishi këtë pjesën e tekstit, skenarit, që thot, është ideja që Johnny u rikthye për një arsye, se Zoti e zgjodhi këtë nga të gjithë që vdesin që të rikthej. Zoti kujto? Domethënë Zoti kush është ai? Zoti i zjarrit, Zoti i zjarrit, Lord of Light. E zgjoi për një arsye dhe mendonin që arsyeja do ishte sepse do merrte Fronin, domethënë. Po Lord of Light është Luciferi, por jo. U bë shumë. Është tjetër univers ajo. Është mirë, po që, Game of Thrones për mua është një për të vlerësuar. Është shifet, vlerësohet. Jo. Kush shifet poshtë 0, e shumëzoj me 0. Për mendimin tim objektiv tashmë, se nuk po flas në zemra, seriali më i madh i gjitha kohërave, për mendimin tim, është Breaking Bad. Po ti Shiko. Ja, dale ta shpjegoj. Nuk e fare ç'a shpjegon. Po dale. Të japun 2 arsye. Soprano do thuash. Të japun 2 arsye. Arsyeja e parë është nuk është. Po? Se thjesht nuk është, nuk është aq. Nuk është. Nuk është sa që bën ti, edhe sa që bën të tjerë. Nuk është. Kush është? Më shumë më pëlqen ajo Soul se sa Breaking Bad, por gjithsesi. Se kam parë. Plus ti nuk e parë Soprano, si mund të flasësh ti? Po se kam parë. S'ka parë Soprano. Gjithmonë kur dikush nuk sheh Soprano, thosh nuk e parë Soprano. Edhe thotë që numri 1, po ti kur s'ke parë, si mund të thuash është 1? Po se kam nisur, më ka fut në moodin, ka shumë. Po duhet ta shohësh me Zoro, Robi do mëson alfabetin. Po nuk shoh seriale, unë shoh shumë rrallë. Si filmograf. Po jo, unë jam te filmat, nuk jam te serialet, më fal. Ai kush është filmi im i preferuar? Ha, thuaj. Seven. Po jo, nuk e them. Ja, se besoj. E di pse për kokë të mamas, dëgjoj këtu tani të se. Natali, zura maman. Shikoj se zura maman. Natali nxirr 150.000 lekë tani. Ua, si ke Seven? Seven është shumë lart. Jo, e di pse. Më thuaj, dua të dëgjoj për Seven. Çdo film, do flasim vetëm për Seven. Fol. Unë kam qef çdo film që ka lidhje me një violent, me një koncept. Më pëlqen, ka filma që ti ishe për t'i shijuar, për t'u ndier mirë, dhe ka filma që ti i shef që ndoshta nuk ndihesh mirë,
Si te Ezeli që vdiq. Spoiler. Nga Seven. Vdiq Xhaxhaj. Ka vdek Daja te Ezeli. Si thon Axhaj, si thon. Po ku di unë di ato që nxjerr me çaj dhe bën kocë. Ata nuk na ndajnë. Se Seven ke vërtet film kështu. E kam parë një 12 vjeç, edhe po shija po kisha motrën ishte shumë e vogël, edhe po fillon të po qante. Po shikoj një herë tash ose ndoshta. Unë nuk e kuptoj, jo e kam parë tani. Tani është më i bukur se kur ai. Po tani e kam kuptuar se nuk e dija çfarë ishin 7 mëkatet e vdekshme kur ishte e vogël, dhe normal që s'do e kuptoja, edhe thjesht u lidha me pjesën emocionale e vogël. Kur e pash kur u rrita, thash është super i bukur sepse është dhe një film që i përshtatet, po është shumë farsë në krahasim me. Po mua më pëlqen çdo film që ka lidhje me konceptet. Unë nuk shoh filma shpesh, kështu që mos e merrni parasysh. The Menu. Më pëlqen me Anna Taylor. Po, me atë. Se ka lidhje me Seven? Jo, nuk ka lidhje me Sevenin, po është një koncept, më pëlqen ajo kategori filma. Si brutal thriller, si Pas Midsommarin para ca kohës. Midsommari është horror atmosferik, është tjetër gjë është. E di, po është një lloj koncepti, më kupton se çfarë po them, nuk është se është një film që është zgënjyese. Atëherë shiko. U lidh mami, u lidh babi, u trashtuan, jo, Midsommari është që janë ato horroret, domethënë këtë lojën me këto horroret për shkakun që vete dikush në një fshat edhe ndodh diçka okulte, e ka hap The Wicker Man në vitet 70, që ka qenë shumë film kult për kohën, që është ky filmi që vjen këta në këtë kultin që i djegin këta njerëzit, më kupton që i fusin te kjo. Për arsye më të madhe se njerëzimi. Edhe kjo u bë si një moment u bë si dolën shumë filma të tillë. Midsommari është si atmosferik si film, është shumë si psikologjik më tepër. Kurse ai Seveni ka një lloj ndyrësirliku sipër, domethënë është një lloj arti shumë brutal, shumë grotesk, vitet 90. Shi gjatë gjithë kohës. Polici i ri që ka ardhur në qytet që është po jo më sa ai është shumë sepse qëllimi i atij ai e mbylli vrasjen në fundi, domethënë me qëllimin që kishte për të përmbushur gjithë konceptin e tij, se kështu mendojnë serial killerat në të vërtetë ka se lidhja e atyre personazheve, se këtu prandaj unë vlerësoj shumë skenarin, po jo vetëm skenarin, ai robi që ka ulë ka shkruar, dhe këta që kanë përshtat vizualisht, se ti e shkruan këtë gjë që ka bërë besje, po e nea do ta sjelli vizualisht këtë gjë, se është mund të ri dhe ai aty të mbaj një fjalim idiot edhe ideja si i kanë lidhur ata, sa bukur e kanë shkruar në marrëdhënie me njëri tjetrin, që Morgan Freeman është ky polici vjetër që është lodha puna me zi preti iki. Do ta bëj sa për të bërë punën. Po i fshin atë emrin aty tek ajo, po i mbaron karriera, më kupton, kurse ky që ka sapo ka marrë shtëpi me nusën e vet që ka marrë shtëpi me qeva. Po, kishte marrë një shtëpi që i kalon treni sipër me atë agresivitetin, gjatë kohës me inat, më kupton, është shumë koncept i bukur dhe futet edhe ky njeriu mega i lig, domethënë origjina e gjithë së keqes, që shkruan që shoh njerëz në tren duhet i vjell sipër. Edhe kombinimi këtyre të treve si personazhe, mënyra si e ka ndërtuar dhe ky vizualisht është shi gjatë kohës, është shumë i errët, ka shumë dritë të ulët. Vizualisht pastaj e ka çuar një nivel më lart akoma dhe skenarin. Ajo është kombinimi Fincherit me harova si ka ky që ka bërë skenarin, por shumë kryevepër që e bën. Skenaristin asnjëri s'e mban. Pra nuk e mbaj mend. Jo, e di që ka diçka me dalet ai gjë. Jo se e kam këtu. E di që ka një emër, po nuk ja di. Çfarë filmi të pëlqen, se po e marron drejtimin çfarë filmi ju pëlqen ju besi? Po un kam pëlqim emocional, jo filmik apo kështu. Jo, çfarë filmi ke të preferuar? Pra kam Braveheartin. Se kam parë, nuk të jap dot koment. Është shumë lart. Është. Po pash të Blink Twice që e mburr shumë Andi. Blink Twice? Po, me Channing Tatum edhe Zoe Kravitz. Jo, ai jo. Po ju më e ke thënë. Jam e sigurt që e ke thënë. Po Natali me Channing Tatum dhe që vjen tek ai ishulli. Ishte shumë i bukur më. S'të pëlqeu shumë, po shiko, un jam për ca filma kështu si female power i kam shumë qef. Më pëlqejnë kur mua më ka pëlqyer tek ai film vetëm ai gjë që female power. Kur ban feministi madhi. Po jo, po çfarë feministi, po pse më? Bravo. O plak, shiko, Blink Twice, shikoni konceptin një herë. Është film i kësaj gotës më sa harova. Zoe Kravitz është bërë i zore tashmë, është edhe aktore vet. Është shumë bedes. E ma filma krashe. Jo mor plak se është shumë aktual. Ti bëj një sugjerim që ti mase e di, mase ke pa filme koncept Holy Mountain.
E ke pa All the Mountain? Jo, unë nuk shoh filma, unë shoh shumë seriale, domethënë, po jo, kjo nuk është film, kjo është serial çfarë? Domethënë mbi film. Është koncept. Po, është. Jo, do ta shoh. Andrew Kevin Walker është skenaristi i Seven. Vetëm seriale nuk shoh filma. Po sepse mendoj që një film për shembull si Seveni që ka koncept, nëse është i mirë apo i keq, ti nuk lidhesh shumë emocionalisht sepse po u prish, do prishet mbas 2 orësh ajo madhështia që ti krijon brenda vetes. Ndërsa nëse ti shef 6 sezone të Game of Thrones për shembull, zgënjesh më shumë. Edhe unë jam njëri shumë emocional dhe përveç pjesës së të vëm. Po, unë dua i kam bërë këtë qëllimi vetes që të shoh shumicat e serialeve, po të harxoj kohën. Po shifi dhe filma, shifi se do t'i shoh. Do ka ca filma që sa do lart janë serialet, nuk krahasohen kur me film. Edhe Soprano, edhe unë për mua për shembull që për mua Soprano të shkruaj vepër e dashuroje e gjithë të tjerat, ama nuk e arrin dot atë nivelin që nëse Soprano do ishte bërë tek film, më do më pëlqente më shumë ai tek film se sa gjithë seriali. Ndoshta s'do kishte atë madhështinë që ka me, domethënë ti tek Sopranos shef përditshmërinë që ka Tony, shef gjithë gjërat që bën ai për të arritur aty ku është, ndërsa te filmi ti do merresh thjesht një glimpse, një moment. Se besoj, po ja se filmi mund ta japësh në film atë, nuk. Po e jep. Po ku mbaron dhe trishtohesh pastaj ç'a bën? Çano? Kërkon, jo, çan, po kërkon filma të tjerë që nuk ta japin kurrë atë ndjesi. Po shiko, ajo është kjo është arsyeja pse shoh seriale unë. Është pjesë më e bukur që ti kërkon edhe nuk e gjen. Po. Ore po flet me heroinën ti edhe. Edhe pastaj bën dush me ujë të ftohtë edhe të vish në vete. Edhe çan në dush mos të duken lotët. Jo, ashtu është me filmat, e përshkruaj shumë bukur Besi, ashtu është fiks që ti do të gjesh gjatë kohës ulesh, unë ulem më shumë me Natalinë, ore do shohim këtë, jo po ky s'është këtu, do të shohim një tjetër, mos harxojmë kohën kot. Edhe është shumë kjo me filmin, ja kërkon ta shohësh gjithmonë të mirë të mbushi, po atë që të thaj ne duhet ta shohësh All the Mountain vetëm për konceptin, kam përshtypjen se do të pëlqej shumë. Do ta shohun fjalët e Jo, po. Ti do të pëlqej shumë se kam përshtypjen se ka shumë art brenda. Simbolik si duhet ta kem. Ore kush është si me çfarë? Ti ke pa El Topon, I njëjti regjisor ka bë. All the Mountain. Se pati ka lidhje me këto filmat e tjerë që ka bë. Domethënë duket që i ka bërë i njëjti person, po kjo është si masterpiece. Po si Magnus Opus, si më e larta. Po e vërtetë është shumë film simbolik. Edhe është, shiko, kur e shikon pa njëri ta shpjegoj ç'është e vërteta, unë e kam parë s'm ka pëlqyer fare. Edhe kam parë një ditë me ne në studio, sa mbaruam drekën se ne jetojmë në studio. Edhe thamë ai shohim në një film edhe ore tregoj një film i thashun që e kam pa, po s'e kuptova fare. Edhe pash me ne blaq dhe ne që po më shpjegonte, po më nxirrte në ajo shpella, më kupton që shiko se ky simboli është për këtë, prandaj ka vënë këtu. Janë ca filma që nuk është nevojë ti kuptosh. Janë ca filma shumë si pikturat këto të lën ndjesin thua dhe më mjaftohesh me aq. Si çon Van Damme që më kënaq vdes fare do. Pse qesh? Dija. Pse? Po te Female Power pastaj u vazhdoi Van Damme. Jo, un jam shumë, shiko, un si të shoh ato kryeveprën më të mëdha në botë, mund të shoh. Bleona në mendje. Mund të shoh në një Nuk imagjinoj dot. Sa po hapi llafe tani që Bleona dhe Van Damme mund të, Po, jo, ideja që duaj në një moment dhe në një film që s'duhet të kem fare impenjim emocional. Se kur shikon për shembull, jo më të marr shtypi zemrën. Jo, unë dua të shoh thjesht. Fare. Për shembull, është skena e Van Damme te kickboxeri që kërcen aty në atë, domethënë o plak thym palmën. Po, që ka bërë një film, domethënë janë ulta çunat kanë bërë një film dhe një moment ka thënë, "Ore, do kesh një skenë." Dhe është në një bar, do është me atë profesorin tënd, do pish do bësh tapë, do vinë dy femra të kërcesh. Më thonë do plasi karate me kërcim. Po është vizion ai, e ka pasur vizion. Mund ta ketë parë në një ëndër ai atë. Nëse mos flasim për po me artin shqiptar, me artistë shqiptar, ke ndonjë që e shef si model, jo, që e shef si model që të inspiron, që të frymëzon.
Më zgënjen vetja, jam shumë neutrale këtu, nuk ke ndonjë që ndjek që duhet të informoj më shumë për artin shqiptar. Më zgënjen realisht vetja këtu, edhe nuk është se duhet patjetër. Dhe mendoj që jo vetëm unë, po shumë jo për ta përgjegjësuar. Jo, të gjithë, jo ke të drejtë shumë. Dhe mendoj që dhe në shkollë nuk ushqet. Sushqet artin përgjithësi, po kjo është tjetër pastaj. Po çfarë bën në shkollë? Nuk e di pse gjithmonë ai kapitulli, se do ngjaj keq tani, po ai kapitulli i historisë shqiptare. Je shumë lart, vetëm mua tani më pëlqen që jam rritur, se ja kam futur vetes si detyrë që ta mësoj, po kur kam qenë e vogël ishte te kapitujt e fundit dhe gjithmonë zyshat e bënin sa për të kaluar radhën. Po shpejt, po e vërtetë se do mbyllet ora. Edhe kjo më trishton, domethënë se tani më vjen motra dhe më thotë që mora këtë, mora atë, edhe nuk është se jepet shumë rëndësi, ndërkohë që duhet jetë e para, se shtetet e tjera japin e bëjnë hero, Vandam, e bëjnë historinë. Ore, unë vajta isha me Natalin në Çeki, në Çekoslovaki, jo më ishim në Prag, në Bieloruss. Edhe u futëm në muzeun e komunizmit. Muzeun plak, thamë ne do shohim një pushtë të vjetër, një tanke, o plak. Ishte një skem olla. Ishte si muzeu iluzioneve. Ne kemi qenë bashkë. Që na morën lekët. Domethënë ishte okay, po ishin mure që duhet lexoje gjëra. Po plak, domethënë kishte gjëra, kishte kostume, fotografi, video. Po ishte si moderne, po s'kishte ndonjë gjë për 14 euro më tani. Më kupton? Kam një pyetje. Po. Më fal. Çfarë mendoni për artin performativ? Domethënë kjo pjesa e kontemporanes që lidhet me performativën. Domethënë se jemi në Undertale, ne nuk i dim këto koncepte. Për shembull, Maria Abramovic, nëse ke parë? Shumë lart. Ose për shumë artistë që bëjnë skenë, domethënë si më pëlqen për të treguar një lloj qëllimi. Gjepura. Beso, video Marina Abramovic që takohet me ish burrin dhe shifen aty 10 minuta është. Ajo është. Mirë, jo ajo. Për 13 vjeçarët është Maja. Jo, ti je njeri pa shpirt, je njeri pa shpirt, je njeri pa shpirt. Po nuk e ke. Po jo më është një sentimentalizëm. Nuk ke. Ajo për real është shumë mirë. Jo, je njeri cekët, po. Ka një argument tjetër, mirë kjo që për 13 vjeçarët. Po kjo tjetra nuk ja di emrin performancës që Marina lë pistoletën e mbushur. Pistoletën thikën një buskujt dhe edhe e dhunuan mo. Po. Çfarë mendon? Plak, është koncepti i çmendur mo. Ti se ku e ke menduar ti dhe unë atë. Ai është përmendet te Dr. House. Po bes janë të indoktrinuar. Se as ty s'të pëlqen ne, o dale se u bëj bukur, dale. Ai ne as ty s'të pëlqen? Janë të indoktrinuar. Ore, janë. Janë gjëra argëtuese. Po dalim ta dëgjojmë mendimin e Eneas. Ajo është shumë lart dhe shumë e shkolluar. Marina. Po, unë deri këtu e kuptoj që ajo gjëja ka shumë effort dhe ajo shumë thellë. Ka dhe ndikim ka shumë apo? Është shumë thellë të ajo gjëja, ajo e beson me vërtet atë dhe e jeton artin e vet. Por? Më duket si Greta Thunberg. Po jo, ti tani tallesh ti. Ajo me murin kines për shembull, është kjo që thotë Nea që ajo i ka kushtuar kohë jetës vet, domethënë për ta bërë këtë gjë. Unë nuk mendoj se është 100% si artit, por që ne po themi që është Michelangelo dhe Odise Pascalio, ne po themi që është për shembull sa keq bëjmë ne, po siç e thash, është argëtuese shumë, është okay, është 13 vjeçar. Po si argëtuese të shifen 2 rrok 40 minuta. Thjesht ka emocion ajo, valla, ka rrofim aty, ka personazhe, ka jetë aty, çka ka ndodhur në jetë. Si ai Shia LaBeouf që shikonte filmat e vet deri në qante. Ore beso, po daljo tani. Le një thik një pistolet dhe si do reagojnë njerëzit. Shiko tu të them një skenar. Paguan Viola një moment që do bëhet, se do bëhet shumë e lek në jetë. Faleminderit. Do na paguash e Marina. Do jemi në një moment unë dhe Besi për shumë që do kemi kështu do prishemi me njëri tjetrin se ne na lidhin shumë gjëra në jetë. Podcast, muzikë, do prishemi me njëri tjetrin. Për çim. Do zihemi për 100.000 lekë. Edhe nuk do flasim me njëri tjetrin, edhe do na vi Marina Abramovic, na bëj një seksion. Edhe unë dhe Besi tani që shifemi në sy për 3 orë. Do ulemi të dy në një tavolinë. Po, do ulemi të dy në një tavolinë dhe shihemi për 3 orë, pa fol fare. Keni bër, ka qenë podcasti juaj i parë. Që kemi qenë në sikletë. Edhe s'kishim. Ju keni vënë titull. Po ti s'do të paguash këtë Marina Abramovic ti? Do të paguaj atë 100.000 lekë që. Ti nga je? Nga Tepelena. Nga Tepelena, ua, prandaj s'do ti paguash. Direkt sa shkatën. Jeni Telio Tepelen veç. Beso, duhet të flasim.
Na flisim për një oni që na bë futu çiko, pse s'u futet fare në moment. Çfarë po merresh? Po ishte në X, po çatoje me Elon Muskun. Çfarë po ai në suflajë ta apo? Po kur se kam. Kish po shijoja bisedën. Po na hajde, po do haj. Pastaj ku të lë ti sot flasësh ti? Po më fali, jo se më ngrau dhe Viola më pëlqeu vibe-i shumë prandaj. Faleminderit. Më pëlqeu shumë sa dua të flas vetëm vet. Po prandaj pra kur ndihesh mirë sikur hapesh. Ku jeni ju? Besin dëgjoni, besin që jeni pa shpirtë. Me që jemi te ky arti performativ. Le ta dëgjojmë tek Sashan 13 vjeç. Aha. Doja të di që shumë nga këta për shembull e përdorin edhe për propaganda edhe për kështu. Po e përdorin, po për shkak unë mendoj, më fal, ose folja Jo, s'ka problem. Kush e përdor? Ndjes. Jo më kush e... Çfarë mendon? Unë mendoj që për shembull, nëse unë jam artiste, jam dhe njëri poetik, dhe nëse nuk kam talent për të pikturuar, mendoj që kjo do më ngjitej shumë mirë, jo mua, po flas për një person tjetër. Arti performativ. X person, po. Po nuk po them që mos e bëjnë fare. Mua më emocionon shumë kjo gjëja dhe dua të përçoj një emocion për shembull. Po bëje më motor bëje. Po do është me artist, varet se nuk mund t'i fusësh dot gjithë në një kategori, se ka për shembull artist kontemporan që ta bën një klik. Me këtë performancën e vetë. Po këta shqiptarët Marina për shembull nuk ma bën atë. Mirë, unë e mora si shembull, meqense është më mainstream edhe e njohin. Po, o Viol, po këta shqiptarët që janë në pa përmend emra, do të thonë që janë në internet që bëjnë kështu arte abstrakte. Po që shesin që janë çfarë mendimi ke në përgjithësi? Pa përmend emra, nuk është nevoja. Çfarë mendimi ke? Ose mund të përmendesh, nuk e. Dizeni. Jo, emra nuk përmend se do ishte shumë e gjatë lista. Problemi. Po jo se ka ishte e gjatë lista. Se tashi, më nuk më pëlqente vetja kur pikturoja në fillim, por që të dilja diku jam praktikuar. Dhe e kuptoj që ka njerëz që preferojnë abstraksionin, po prap lidhet me një lloj koncepti. Jo kapi plas bojrat intelaj aty dhe quaje abstraksion. Jo, un kam shpikë tjetër. Që duhet më juve. Mirë, unë kështu mendoj, unë shihet e mia. Kush do t'i bëj ti bëj, Po pse beso tani të rish tani 2 javë vëlla, të shtukesh ti për shkakun na jeta ime. Një moment dhe thua se iki na 2 javë se do pikturoj. Do bëj pikturën më të madhe që do bëj në herë. Për 2 javë. Për 2 javë, dhe shtukesh fare, nuk na flet fare as ske telefon, as Instagram, i mbyllet gjithë as me familjen fare. Mbyllesh malo plaka ti. Dakor. Se i prifti. 2 javë pa buk me pak ujë. E kam asnjë. Amor. Dalim diku apo. Edhe vjen pas 2 javësh vëlla, vetë paguam prap internetin, rikthesh. E paguam internetin. Po mos e shkoj. Paguam dritat, paguam. Anë të bukë. Edhe vjen ata ne, edhe më thua, vëlla, kam bërë pikturën më të madhe në. Dhe shkjove. Edhe kthem ti atë dhe ke bërë 3 viza. 3 viza kështu. Po jo më 1 sekond tani. Po jo, Jo 1 sekond. Edhe ajo mërkon e vet. Edhe ajo mërkon e vet. Jo, e vrasën vend. Jo, ai është një koncept se unë për shembull kam pa një leksion nga këto italianët kur na erdhën ke shkolla dhe ishte një nga këta artistët ai që bën atë telajon me 3 çara. Sigurisht e çara, po. Po, ai çfarë mendimi ka ne për atë zë? Edhe nuk pranoj, e kam dëgju konceptin aty, stër dëgju, erdhi bëni leksion humorën me ato 3 çamet, po unë nuk e shoh dot artin atë lloj mënyre, shoh si gjë që ndërlidhet më shumë me, më thënë tjetë më i perceptueshëm për njerëzit dhe më vetë shpjegues. Jo, ajo gjëja ka vlerë në vetvete dhe shpjegon vetveten, nuk kam unë pse ti është më performative. Të tregoj diçka për këtë. Sa ashtu i bie që një moment edhe mund ta lësh komplet të bardhë dhe të thuash është arti është vetë gjuhë, nuk i duhet varet nga një gjuhë tjetër, që është eseja ose ku diun. Është vetë ajo. Besi dhe po të kisha bërë një shtëpi me një diell me ca pemë të vrisja prap, se 2 javë të zhdukesh edhe të kthesh. Ti kallin e 2 javë si të. Ne po zhdukemi. Ja. Do merresh një, po dalë të bëjmë pyetje. Ti njeri negativ. Do merresh ndonjëherë me në një media tjetër për po flasim gjithmonë me artin, po.
O beso po rregulloj atë se më Jo, nuk e rregulloj. Nëse jepet një moment të caktuar, patjetër që po. Për shembull të bësh në një televizion, të bësh në një, ku diun. Pse? Jo, nuk e. Do doja të kanalizosh. Të bëj në një emision, ore, domethënë deri ku mund të shkoj kjo, që Jo, kjo mund të shkoj ku dua unë dhe kushdo që merret Po, pra, ka shumë mirë atë që po bën. ka pafund profile dhe ti mund profilesh. Po pra, domethënë e mendon si punë full time në moment, pa arkitekturën, apo Jo, jo? artin e mendoj gjithë jetën e kam menduar pra, dhe kam dhe një foto që jam e vogël dhe shkruan piktore aty. Jo artiste, po piktore, thjesht që ta bëj. E ke këtë ndjesin që është around. Sa më shumë rritem aq më tepër e kuptoj që duhet ta patjetër ta vazhdoj, domethënë se po e lash, do më lër, nuk do pyesi më, kështu që po për ta vazhduar në televizion nuk e di. Jo, ideja thjesht një Jo, se fa specifikisht në televizion. Me ata e kam. Jo më televizioni kisha fjalën një formë tjetër, siç i thashun që podcasti do i shkonte se flet do xha bukur. Si bën për shembull emisionin e artit. Kush e bën? Jetona Koçibelli që Jo, bën në top ajo që shet kështu. Po, Art Kandi, po. Art Kandi. Po, ka dalë ne, un po. Prandaj e përmenda. Po që ajo është e lezetshme, po të flasim të vërtetën, tani të tregoj me sinqert, më vjen keq që ka shumë njerëz që nuk e shohin. Ka shumë pak. Po, edhe po kur e shohin ata që kanë interes në Mirë, kulturën. dakor, patjetër. Po youtuberat të tjerë që merren kështu si me art, si puna jote, njeh? Domethënë na shoqet e tua, shokët e tu. Jo, shok nuk ka shumë. Për arkitekturën kam hasur disa në rrjete sociale. Se ka dhe një podcast për arkitekturën, më duket. Nuk e di. Po, është një djalë që e bën, që merret vetëm me arkitekturën. Harrova si ka emrin. Ka dhe pedagogë të mi që dalin shumë, domethënë. Po, ideja është që ta vazhdojnë kështu, nuk kam hasur ndonjë, nuk e di të them të vërtetën. Po për shembull jashtë ka plot shumë. Ideja është që në ato bazohemi se nuk mundemi dot që të Njëra të preferuarit e mi është Inspiraggio. E ke ndjek atë kanalin në YouTube? Jo, nuk unë di atë Art Method, se kështu që shpjegon po, me detaj. Është Instagram më shumë. Jo, është në YouTube, ka video 50 minutë, domethënë 1 orë. Po sa qefi kam të videot e gjata që shpjegon. Ai Inspiraggio për shkakun pëlqen shumë beso. Shpjegon kështu kap në një pikturë atë pikturën më të errët në historinë e njerëzimit për shkak se është një enem atë si djall. Unë kam ngrënë atë punën e videove të shkurtra. Jo, nuk më kujtohet tani, harrova si e ka. Ai thjesht do video të gjata. Merresti me thelbin. Unë kam ngrënë këto videove të gjata që unë sfokusohem dot. Me vërtet? Tallesh mo. Po kaloj 2 minuta. Ja, ti thua bëj video 30 minutë. Tallesh ti mo. I pari. Jo, plak ke probleme valla. Unë shoh minimalisht një podcast 2 orë. Po, dhe unë ndjek ditë. Edhe unë minimumi. Se po shoh një film me mund ta shoh ose ta dëgjoj duke u marrë me diçka tjetër, po që të ri ta dëgjoj vetëm atë. Po mirë. Në një libër lexon këto kopë? Ti lexosh. Libër lexoj duke dëgjuar një podcast. Po e kam të dëmtuar shumë atë përqendrimin. Po blej, tallesh mo. Po jo, pse do të më ju do tallem. Edhe biles më kujtua një temë para një 2-3 orësh që doli njëra se është bërë trend tani që s'duhet rri shumë në telefon. Po besi po më vërteton të kundërtën, domethënë që nuk duhet të rri shumë. Se e kanë thënë pse në telefon e ke ti? Attention spamin. Tallesh mo. Po kjo është përqendrimi. Po punon çik me këtë molla. Podcast këshillash. Jo më pse është, jo se është, unë e shoh e luftoj edhe vet. Se nuk po them që edhe unë se kam. Të gjithë kemi, jo, shiko, kemi secili ka mënyrën e vet se sillet me telefonin. Patjetër. Ti për shembull ke në herë që fiksohesh telefon kur jemi. Ja të thot Andi se si e ke ti. Po jo se ja kanë vënë njëri tjetrit. Me ne më shumë s'ka shanse të ulesh kafe dhe ne atë në telefon. S'ndodh ndonjëherë. Jo, tjetër gjë kur je në kafe, unë po them kur të shikoj një gjë, një video të gjatë. Po pse ti i ri gjatë kohës edhe kur je në shtëpi në telefon? Jo gjatë gjithë kohës, more, po kur po të shikoj një video të gjatë apo. Se shikon dot e Jo se shikoj dot, po. Po s'është. Jo më pse unë. Blasfemi. Mua më pëlqej. Jo, unë të them të vërtetën, e kam shumë qejf. Jo, se shikoj dot apo më kanë ndikuar ajo. Të shtrirë. Unë edhe këngët i dua të gjata, dhe albumet i dua të gjata, të gjitha i dua të gjata. Filmat jo dhe aq, po kur flasim për një video informative që më edukon, që më informon për një gjë që kam qejf, ose në një movie ese, në një ese për një film. Po, videot e që janë tani me. Po unë kam edhe këtë që jam aq inteligjent. Sa e kupton Belbin 2 minutat e para. Jo, po nëse ka fillon krijohen kështu barçe që quhet ose kështu
Momentin që ngadalsohet video. Po nuk mendon se kështu është libri, për shembull libri ka detaje të panevojshme, po. Edhe me librin ato e kam. Po duhet jo. Sa lexoj, po fillova të lexoj budalla që mor jepi. Unë mundohem gjysmë orë në ditë të lexoj me zor. Edhe po të jem tualet. Mua më zë gjumi me zor. Jo, unë mundohem ta bëj si ushtrim valla, është një gjë që domethënë po, është shumë e vështirë, libri është realisht shumë e vështirë në krahasim. Po është i bukur valla, duhet të jetë shumë interesant libri. Shumë e vështirë. Bla kur kam lexuar Vëllezrit Karamazov, unë çmend afaro, nuk më zinte gjumi. Ja vlen ta lexoj. Shkruaj vetë për fare. Duke bërë spoilers nëpër internet, prandaj nuk e lexoj vetëm këto. Sado spoiler të ketë. Nuk e bën dot spoil, sado. Nuk për mua nuk është kanë. Po metamorfoza. Po s'ka një sekond. Po çfarë spoiler do të bësh? Një sekond. Po mirë pra e thon gjithë. Ajo koncepti është tani kur e lexon deri në fund, sikur e di atë arsyen, nuk është. Po nëse librat nuk janë si puna e filmave që kanë plot twist edhe do të thënë disa libra nuk është se kanë plot twist. Metamorfozën unë e kam lexuar 2 herë. Herën e parë nuk më pëlqeu shumë. Herën e dytë çmend e fare. Nuk pëlqeu. Po herën e dytë pasi kisha parë dëgjuar edhe ta shpjegime analiza, atëherë e shijova tamam. Po atë edhe tani po ta lexosh prap merr një koncept tjetër. Po jo se nuk e lexoj prapë ndash. Po jo, është më zë gjumi. Varet mos është shumë edhe këndvështrimi si është. Që është podcast këshillash për ta që faleminderit. Nuk lexojnë dot shumë gjëra, sidomos shumë detaje të panevojshme. Është shumë mirë me lexu drama, tragjedi që është vetëm dialogu dhe i përshkrim shumë i shkurtër i skenës. Otello për shumë. Edhe është gjatë gjithë kohës aksion, domethënë. Tregtari Venedik. Jo, për shembull e fundit që kam lexuar, mora një libër të Guy de Maupassant, që ishte kështu me tregime të shkurtra, se thash më mirë me tregime. Mesi lexoj për saleta. Të lexoj pralla. Edhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte një çishte, rënd fare kështu. Normalisht s'kam për t'u treguar asnjëri. Pse ishte shumë e rëndë, se thotë? Ishte shumë e rëndë dhe më bëri përshtypje që ishte shumë e ngjashme me The Shining. Si historie, si koncept, si histori, po ishte më duk akoma më e rëndë, më pëlqeu më shumë. Edhe Shining janë drama të rënda shumë të forta që të tërheqin. Edhe Shining na libri është apo jo na ky Stephen Kingu. Po, kjo ishte e ngjashme me Shining edhe me atë me filmin e këtyre që si e ka në mes të detit në Tefari. Kjo The Lighthouse me Willem Dafoe dhe nuk është dhe kama beri. The Notebook, po. Ore, mua më pëlqen ai The Notebook. Po plak, dil për jashtë. Më pëlqen më plak. Po dil për jashtë. Unë kam parë 13 vjeç atë film. Po plak. Nuk është. Unë kam qarë. Po. Besi ka qefë Walk to Remember. Ai është limonad ai. Walk to Remember. Limonad the, ai trileç. Ma thuaj shumë keq qarë zemra. Jo. Ai priti për të. Ore, po ti edhe njëri film ashtu si e ke pa In the Mood for Love? Jo. Ose mund ta kem parë pas po më kujtohet. Me ka si është? Ku është? I Wong Kar-wai si e ka? Ore kështu e ka. Ç'është më ky? Po kështu e ka mor plak. Po tallë është po e di për kaj, po nuk e kam parë. Ja, është me dy njerëz. E di pra, po se kam parë. Që janë të dashuruar me njëri tjetrin, po as nuk preken, as nuk puthen, as kshu asnjëherë vëlla. Ngush ajo kënga simpati as u puthem as u. Të e ka soundtrack të filmit. Me që sollëm notebookun në muhabet, sugjerimi sot është ky film. Shifeni miq e mi. Notebooku. Jo notebooku, jo. Ore, se më fut fjalë te goja ime, jo. In the Mood for Love. Diçeni miq e mi. Po këta filmat që janë shumë karamele. Po janë kur ha. Se është shumë cheesy më burë, po unë kur ha but dalje duhet shkoj ku diun. Po nuk janë si këto konceptualet që thash që ne pas ato nuk do presësh diçka. Nuk ishin ato me bukë. Kur pash platformën kur pash platformën që isha çik më vogël. Ato filmin Netflix. Po. Film komunist. Kuptova u nevikoza keq fare se kam qenë më vogël. Të vrasin të pasurit. Çfarë bëjnë këta? Pse sa bukë po? Jepini më bukë. Po, ai është shumë film për njerëz me këtë attention spanin shumë të vogël me këtë. Jo, sepse është një film shumë i kuptueshëm çfarë do të thotë. Nuk e ha propaganda. Një të mirë që kam që
Po, nuk je shumë të sklavi kapitalizmi. Nuk s'para. Po, jo, unë I konsumoj. Jo, shikoj shpata një episod në jetë para sa ditësh. Po. Kisha follow një faqe në Instagram History of the World, ose ç'ishte një kështu history, world history se ç'ishte. Po. Edhe postonte shumë kështu nga ato normal të historisë së botës. Edhe kishte një postim që thoshte këta diktatorët e më të botës, se po budallëqet, domethënë që njerëzit I kanë besuar vërtet te njerëzat e këtyre. Po. Edhe tregonte këtë Kim Jong-unin, këta idiotësitë e këtyre që jo Mao Zedong nuk shkon asnjë në banjë ky. Edhe kishte nga ato budallëqet edhe të këtyre të viteve, edhe I fundit ishte Putini. Po. Edhe për Putinin thoshte që Putini ka bërë rusët të besojnë që Putini ka mësuar zogj të fluturojnë. Kjo duke që ishte thjesht propagandë, se ishte faqe kështu 9 milion kusur. Po I binte për view sa këto, nuk është se kanë një. Po jo, se këta të tjerët I kontrollova këto. E kishin këtë që thanë. Kanë qarkulluar deri diku kështu kurse kjo Putini duke që ishte thjesht ai tip Po duhej bërë diçka për kështu që. Putini është edhe në kohën moderne më që ka shumë kamera, ka shumë rrezë. Domethënë u futa deri të shkruaja ju faqe, domethënë. Fars. Po thash po I shkruaj një faqe që ka 9 milion. Ku do ta shoj? Edhe thjesht I bëra unfollow. Ka shumë të shkruaj. Ti kam vënë që ndikohesh nga komentet akoma këtu. Po, jo. Të shkruajnë budallëqe se nuk ndikohem për gjëra në përgjithësi, domethënë nëse thua opinionin tënd nuk ka ndonjë problem. Po kur më thon mua ti je mizerabël që po I shkruan, nuk e marr seriozisht apo. Domethënë un kam marr kohë që ta bëj atë gjën. Dhe nëse nuk bie dakord me opinionin tim, nuk ke pse të më shash nga fisi, nga familja. Pa më se s'ka, domethënë, shiko. Domethënë mund të thuash, jam kundra vëlla, gjithë komentet që më kanë thënë për shembull që jam kundra kësaj gjës, I kam bërë like, kam thënë bravo, dhe faleminderit. Kundra si? Përse duhet të jam kundra në kuptimin që këto që thua ti janë falso. Edhe domethënë ti ai njeriu që futet dhe shef atë videon thotë, "Oh, po kjo që ka falso", domethënë se po e thot dhe ky robi dhe fillon dhe shtohem, kupton? Po unë e kam lexuar këtë informacionin, e kam marrë, e kam futur këtu, e kam kontrolluar që nuk është falso dhe kam një arsye pse ti ke punuar për ato valla, s'është për angazhimin e faqes është mirë kjo, po që po është mirë, po un po të doja të krijoja shikueshmëri me shërgjinj. Me shërgjinj. Domethënë që mos ta vrisja mendjen fare për dinjitetin e faqes ose për artin tim. Për atë që bën. Fal shumë atë rrosësh, ose vërtet e bën punën, e shkruan, e kontrollon, e bën dhe pastaj thonë ja ka gabim ti. Po jo, nuk ka problem, e ke gabim, dakor, nuk ka asnjë problem. Po në momentin që ti thua e ke gabim, thonë unë jam I bindur që kjo është kështu dhe ti me një search të thjesht mund ta kuptosh. E bën ka stile, më kupton, e bën ka stile dhe ka njerëz që për shkak hapin komente, unë jam e para, hap komente në TikTok edhe I bëj like pa I parë për shembull, dhe ato shtohen dhe ka shumë njerëz si puna ime që I bëjnë like. Po ai që futet dhe shef komentin thotë dalja se që ka falso me vërtet jo. Shiko Viola, një nga ato komente kam qenë unë. Dile. Ta bëra që ta flisim këtë ditë këtë podcast. Jo, se bëj shaka, nuk është shumë për të marrë për bazë, domethënë. Ore ta acarojnë, për shembull, mua një komenti që më azaron më shumë kur ma bën ndonjë video që hedh ndonjë kështu nga ato copat e stand-upit ose kështu. I kam pa. Kur shkruan ndonjë, kur më shajnë me ropt ose kështu, ore lëshoje veten. Po kur më shkruan ndonjë, edhe ku është humori këtu? Si që dalin. Okej. Se çfarë ti shkruash, do ti shpjegosh se ku. Po më ky se ka kuptuar s'ka ne. Po kurse kupton mos shkruaje fare. Kanë këtë nevojën për shembull Oda, se unë na që flas anglisht në video edhe e kanë këtë nevojën unë të shoh që je shqiptare. Po kurse më hoj. Po pra shiko. Komentet po I kthejnë në të zbulova të gjitha. Ju asjaron gjyshi këtu. Ja, t'u ja them unë. Fenomenologjinë e kësaj që po ndodh. Sepse nga që njerëzit janë gjatë gjithë kohës në telefon, edhe ka dhe shumë njerëz janë anonimat në internet, e gjejnë mundësinë që të shprehin një inat, një ndjesi mlefi në një vend që mund ta bëjnë shumë thjesht edhe shumë të sigurt. Se unë nuk e imagjinoj dot në jetën time të vi një burr dhe të ndaloj ti në rrugë të thotë çka ka këtu për të qenë. Se nuk e bën mos sepse nuk ka guximin. Ore, jo për masa fizike e për sherr, po flas për guxim si person. Edhe interneti, sidomos interneti anonim, ti jep një mundësi që këtë ta bësh shumë rrallë dhe mua prandaj nuk më shqetëson ose edhe kur janë me emër, nuk ka ndonjë problem. Ideja është ose për shembull një koment më duket që e pashte ti që se kishin akuzuar për një që ti këtë e ke bërë për
ti këtë e ke thënë për këtë arsye. Të thonë edhe që pse e ke thënë ti këtë. Po kuti unë. Po unë kam bezdikur flasin në emër tënd. Ore për mendimin tënd. Në emrin tënd, ore. Fol çfarë të pëlqen ty, çaj. Po ti Viola e ke bërë këtë se do të nxjerrësh për shembull Filian Duf për këtë video. Me këtë ushqimeve nuk e kuptova ku ishte problemi. Problemi ishte ç'a ndodhi me këtë se. Na shpjegojnë çik si është koncepti i kësaj ushqimeve pastaj. Unë kam provuar shumë teknika që të më ecin videot, edhe shumica e videove që më ecin janë video të cilat kur unë flas për shembull dhe pushoj, pritet ajo pjesa ku pushon, se njerëzit e kanë attention spamin shumë t'ullët. Dhe thash, merrti titulli direkte se po bëj këtë serinë që pikturoj 30 ushqime dhe thash pse jo, duke bërë ushqime të flas për mendimet mia, që s'është të thënë që të jenë të vërteta, po pse jo të mos i flas, po. Dhe thash që gjenerata Z, Gen Z, ka shkatruar mënyrën se si ne ushqehemi. Has ruined eating. Dhe njerëzit u acaruan Gjenzi është besi. Se nuk i shkruajnë në komente shumica, më shkruajnë në privat, domethënë, dhe më thonë që ti ke bërë shumë gabim se kjo nuk është e vërtet. Po Gjenzi ç'a moshë është Viola? Gjenzi nis nga 2000 duke deri në 2011-ën. Besi. Po besi. Edhe po ma thonin këtë gjë dhe u acarova më tepër sepse shumica e din që ushqimi tani mund të merret dhe të aksesohet shumë më thjesht ushqimi keq, domethënë, se sa dikur. Fast food. Nëse ti doje të haje fast food më përpara, thoshte mami, priti herë se kam bërë gjellën ke shtëpia. Nuk është se tani nuk bën gjellën njëri, po nga që ti shef ditë për ditë kontent ushqimi, ushqim të bukur, gjatë gjithë dhe ty të programohet truri që ti të mos t'i hash ato. Dhe unë për këtë problem po flisja, që ndoshta s'është për brezin tuaj, po për brezin tonë është problem sepse neve nuk fokusohemi tek tretja, më shumë se sa tek pamja e ushqimit dhe si na bën ushqimi ne të ndihemi. Sepse shumë si vetja ime përdorim ushqimin për të kaluar disa momente të këqija. Për shembull jam me mërzitur do ha tani. Dhe këtë po sqaroja më tepër. Po kapën te titulli, nuk ka gjë se titulli prandaj ishte. Ndoshta i vën ndonjë thonjës për ta. Po që kjo është ideja, po. Kjo është ideja, po qëllimin e vet arriti, meqense mjaftueshëm njerëz komentuan me disa gjëra të gjata, kur unë shoh njerëz që investohen them okej, e ka bërë. Të patën kur shkruajnë gjatë me që e thonë të pasë një argument, nuk është, thonë që jo, ti e ke gabimin dhe kaq. Pastaj besoj se janë dhe shumë çuna që të shprehin dashurinë. Duan të bien në sy. Një roman. Ti jo piktura, ndërkohë që unë për pikturë kam marrë 17 muaj. Po, është një djalë vëlla që ka menduar sot e gjeda, dhe i qoj mesazhin e jetës dhe e bëj për vete. Takon atë shokun e vet sot do i shkruaj Violës plak. Si do i shkruaj Violës? Tallësh e mora guximin. Po dhe komentesh piktura jeti. Jo imagjino ai shketi shul aty, ka marr pica parë, ka marr kola, të shkruaj. Që e ke gabim? Jo plak. I ka shkruaj, i ka vajt mesazh Violës dhe ka lexuar çfarë po bën. Ja, mirë, jo, më këto nuk janë gjë. Është për shembull bëje pikturën dhe ma sill ti mua se të paguaj unë. Si? Jo, për zotin, domethënë kur isha më vogël që e kisha biznes e bëja portrete. Por kush është ky ordineri? Po ka plotë për zotin. Domethënë ti. Po bën kështu si. Unë isha më vogël, e qartësoj dhe nuk e dija që ka njerëz që mashtrojnë. Dhe duan të arrijnë diku tjetër. Po, do shkojmë ne të dy. Thuaj ta porosisi atë tani, s'do nxjerrin të postas beso, do dorëzojmë ne pikturën. Po rrio se ri pa followers ashtu do bien gjysmë. Ua, çfarë? Ai dha kur ishte naive, tani nuk është më naive. Tani thjesht është kjo që unë e vlerësoj artin më tepër se sa të marr ato lekët, edhe në momentin që leqet tani nuk e kam hequr këtë pjesën e biznesit, se e kuptova që po derivoja shumë nga pjesa artistike. Ose më një moment mund ta bësh online vetë të shtëpia. Jo, do ta bëj. Domethënë çon në post. Do ta bëj biznes, po do fokusohem te pjesa ime artistike, se më përpara bëja portrete. Lashën sa me portret. Më çonin një portret me 26 veta dhe fytyra me piksela. Po me 26 veta. Selfie. Po është ai është afresk, nuk është portret. Ai ne ke bërë një portret 26 veta ti? Foto familjar. Jo, 4 kam bërë. Po 4 mirë. Po plak, më fal. Janë 4 portrete, s'është një. Po. Paguash për atë. Ngel aty. Po kështu me edhe as AI nuk e kap dot. Jo, kemi vënë pa keq kamerë. Kur ke një foto me 3-4 veta, këtu AI ma bëj këtë kështu, ai i kap të 4, nuk dish të bëj. Edhe njërin e nxjerr kështu si gjithmonë më keq se tjerë. Si zvaranik kështu ndonjëherë, kështu si gjarpër si.
Shumë e keqe. Po jo, mua domethënë është e bukur të bësh lek me artin. Jo, të shesësh gjëra online është shumë e bukur, po ajo portretet mbaj mend të shmarrë ne një herë me një fëmijë. Më fal më. Shpjegoje, është marrë ka pikturuar. Po e ka pikturuar, po njerëz të ndër. Është marrë se ishte edhe poshnje. Akoma më mirë. O plak, po ishte fëmia më i shëmtuar, kisha parë në jetë valla. Po ishte shumë i keq. Jo, nuk do të flas për këtë zonë. Më falë ne, mos do ta presh të shëmtuar janë. Po e ndjek podcastin ai e presim. Nuk e maj mend as për kë bëhet fjalë. Po, ishte plak, ishte keq fare. Jo se ishte ne, se pashë fotografinë, ishte keq fare plak. Nuk dorëzoj ajo pikturë, nuk e doa të monster në dhomë. Jo, mjaftë më. Ama bolti ai ka lindur s'do të ketë pikturë. Po mirë më tani çfarë them unë? Ai e ka në shtëpi. Po mirë, jo, ishte shumë, jo s'duhet merrni me portretet miq. Bëni artin tuaj, bëni çfarë doni. Po Lerio njerëz studiuar. Domethënë, unë mendova të bëj këtë, nuk e di, domethënë, shumicat e artistëve në Shqipëri duan patjetër që të shesin pikturën. Unë pikturat që i bëj me një përkushtim shumë të madh emocional dhe nuk mund të shes dot unë një pikturë shumë të madhe, domethënë, edhe e kam si fëmijën time, si këta që do përkafshën. Tash ti do mbash gjitha pikturat që do bësh ti. Tani ideja është. Po pse po erdha unë të dash 2500 euro? Jashtë shtetit. Ose një se s'kam. Vështirë? Vështirë. Po tre. Këto të parat po, pastaj. Po vështirë është se nuk po shitemi për lek tani. Ore, po do shitet piktura mo koncepti. Shiko tani si është problemi. Jashtë shtetit është krijuar kjo teknika që ti i bën print e kësaj gjës dhe e shet. Po. Po. Po personin e parë, për shembull një shoqën time, i thash unë do t'i bëj print, e kush t'i blen ty këto? Domethënë, ideja është në Shqipëri. Të shoqë mos e kibë shoqë. Jo, e tha me shaka që domethënë ti po e bën, po sa do ecin kuptimin që po e printove. Po ta marr ta printoj vetë, ta bëj screenshot e printoj vetë. I ka 1 milion views ajo shoqja si ka. E po letan, jo, i kam shumë minat njerëzit që Jo, ishte në kuadrin e fantas. Jo. Duhet të kemi përkraje për dëshirat e pasionet tona. Jo, kjo e printit është okay. Përkraja më e madhe normalisht është që unë të blej punën origjinale, pra nëse unë dua të blej art, unë dua të blej pikturën tënde, nuk dua të blej printin e pikturës tënde. Po pse më dhe printi? E kupton, po jo pra. Jo, dhe printi është për fitimet e artistit, normalisht ndikon, po 25.000 lekë print. E jep pikturën valla, shet. Pikturën origjinale. Ti do t'i shisje? Pastaj Viola do të thoshë, ai të merrni. Sa më shpejt. Nuk ndihesh keq kur i shet për shembull? Jo, fare. Unë biles fiksohem nëse merr malli për atë pikturën, e ribëj dhe një herë, për shembull kjo piktura se nuk duket se kam sipër kokës. E ka për 6 herë. Kam shit një herë. Me vërtet. Kjo është e dyta që kam bërë pak a shumë misoj si. Ora unë i pash 2 minuta këtu edhe nuk dua të shesë shtitën. Jo, ato janë të çmendura këto për ekspozitën. Nuk jo. Ata ti kur e shet të jenë me njerëz të tjerë. Nuk është se ja shet aty Robit dhe ai e djeg. Ajo vazhdon jeton. Ai person që mua ma blen atë pikturë do të thotë që ka një vlerësim shumë të madh, unë nuk do ja shes kujtdo. Po prapë është personale kjo pjesa, ka njerëz që nuk e vrasin mendjen fare. Jo, do t'i shesësh. Unë nuk e kam ndar akoma mendjen, me thënë të vërtetën, ndoshta duhet ka lete pak kohë, ti kur e bën thua unë këtë do ta mbaj për jetë në shtëpi. Kur fillosh që s'ka vend ku ti mbash pastaj. Unë 250.000 lekë do i shisë të gjithë. Pikturat e mia, domethënë me ato shtëpi, me ato. Po, një sekond, jo. Jam kundra kësaj se kur fillon ishte 250.000 lekë të rritet shifra, pastaj thua unë mund ta bëj kaq, po më tepër. Po mirë, 5 milion. Po jo, ajo 8 triliarda. Jo, normalisht kur ti e vlerëson punën shumë, ja vën atë çmimin. Po normale po nuk e pse ja vën çmim më të ulët se. Po pse më do ta vesh më të ulët, do e vesh sa e ndjen. Po mirë, dakor, po kur shef që shesin për shembull një telajo kaq për një pikturë shumë, është 3.000 euro ajo, ti normal thua s'do ta shes 3.000 euro. Që kam keq në tregun unë 5 bëj të madhe. Edhe shes. Më varet gjithsekush është personale se sa e vë çmimin e pikturës tënde, domethënë se. Mos e ka të bëjnë shumë faktorën. Po, okay. Ka disa artistë që e masin me square për inch për centimetër që ta shesin shumë me metra katror, Me metra katror. Ne më çusi tok. Me kilometra. Po që kjo është ideja, domethënë ke ato mënyrat e tua, fut mundin, fut pajisjet e gjitha këto domethënë. Dritat ujin. Po edhe këto futëm. Lufta në Ukrainë. Unë eci komplet me ndjesi.
i vejt çmim arbitrar. Unë mendoj që kjo është 3000. Enea së shpejti 500. Këto që thotë Enea tani do i shpreh dhe me vepra, se shumë shpejt vjen dhe ekspozita e Eneas. Edhe pak dhe futemi në një muaj promocioni shumë të fortë në anën e podcastit. Enea do të shpendemi fare aty. Enea ka bër Kemi datë. Në 11 mars. 11 mars, miqtë mi, do mblidhemi të gjithë bashkë, dorë për dorë, me një gotë ujë në dorë. Ver. Do ketë ver aty. Ose ver, të bardhë. Edhe do shkojmë te ekspozita e Eneas, të shohim në afër këto që po themi. Të flasim çik për art, të kalim. Rregulloj atë se do të ngul gërshërën. Plagë se do të shkëputet në ajo dhe do mbasi vokali. Ose ti kur të bësh një ekspozitë si Enea për shembull, do të shesësh ato. E ky është problemi emocional, domethënë. Jo, kam dëshirë që ta bëj, po kjo e shitur është në diskutim. Patjetër që do vinë momenti që do të shes. Po besoj diçka mungon tani që po e mendoj se po flisja çfarë me ne. Në Shqipëri mungon shumë një bashkim të gjithë njerëzve që merren me pikturë. Domethënë, pse o duhet të bashkohen? Po ja, dëgjoj ta shpjegoj. Sindikata. Babale. Jo sindikata, bashkëpunim olla. Jam kundër direkt. Për shembull, mendo konceptin e komedisë. Janë disa komedianë që janë aty dhe nesimi bashkuar me komediantë janë në Shqipëri. Po më dëgjoni më deri në fund njerëz të paduruar, njerëz TikTokesh. Ama një fytyrë brown. Jo, e kam me atë. Ti je shumë mirë. Ha. Je një grup si që jemi mbledh ne olla që bëjmë këtu, bëjmë muzikë, bëjmë Qa bëjmë ne? Rrim kop union, fiton në i lek dina muzika. Ti ke lënë lesh muzikë. Jo, shiko. Do të kur kam njerëz. Shiko, Andi ka të drejtë, sepse komuniteti. Patjetër, sepse patjetër që merr shumë inspirim kur ke Unë s'po them të rish në kohës ose studiot përbashkët. Thjesht një vëlla kemi një union që ne suportojmë njëri tjetrin. Për shembull, Kristiani që do e përshëndesë ne pas pak, hapi ekspozit. Kristian Zara, miku jon. E ne apo hap ekspozit. Viola Ndarën do hapi ekspozit ose do jetë afër. Jo, është shumë rrjet që të ndihmon siç është si në çdo, çdo formë arti tjetër. Pra, ti je muzikant, është mirë që ti të rrethohesh me muzikantë dhe të kesh marrëdhënie gjatë gjithë kohës me muzikantë të tjerë, sepse puna e tjetrit, domethënë të inspiron edhe të bën që të ecësh më përpara. Kur janë studiet për shembull, jo studio e përbashkët se nuk para funksionon, paktën për periudhë. Po pra e këtë mendova se tha. Jo, union, si bashkim. Jo, mund të jetë edhe situatë që janë studiet shumë afër. Po jo në siç është atelieri në akademi, që ti vetëm duke pa punët e studentëve të tjerë, duke bërë diskutime me ata për punët, fillon merr një input ose ide. Po varet që ka njerëz, ka njerëz që duan të jenë fare të izoluar për shembull. Po, ka. Kështu duhet. Nuk është kështu duhet. Është okay, nëse është kështu, është mirë, po jo se kështu duhet. Të çon përpara më. E vërtetë është, po jo më të ndihmon shumë. Pak edhe konkurrencë, po jo kështu e. Të ndihmon tani po. Dua ta prish 2 sekonda mundin, dua të falenderoj pak ndjekësit e podcastit që kanë arritur që gjeni të skuqen faqet na i nxeti këtu. Shikoj ku arritëm ishte mi. Faleminderit për këto kondicionere mos ta harroj njerëz. Po, je kuq e fare domethënë. Po shumë ose jam me tension. Kam hipertension. Shikoj ku arritëm, beso na nga Groenlanda pas 6 vitesh morën në kondicioner. Shikon Viola, pas 6 vitesh ti do kesh me miliarda shikues me shumë mundësi. Jo, unë mendoj që ti ke shumë potencial edhe për jashtë. Edhe ju. Do kesh po çane edhe vazhdo kështu. Ne jemi 40 vjeç. Viola, unë e shoh që do kesh se ke ka pak edhe internacionalin që ka më shumë njerëz që interesojnë të flasin për art në Shqipëri. E kemi atë që është valla. Jo, kam dëshirë ka zero. Jo, dhe këtu patjetër, po interesi është më i ulët, nuk është se. Po, do të thënë, okay, unë mund të rrit flas 3 orë për atë gjën që kam krijuar me shpirt, do të thënë me dëshirën time, po nuk e shohin me aq pasion. Jo, ore shumë po le ose je shumë. Jo, ka shumë njerëz që shohin, unë nuk po them, po nuk është shumica në kuptimin që nuk ka nerva tani me thënë vërtetën. Nuk po flet, janë të gjithë lodhur shumë nga për telefon. Jo, thot, po unë s'po flas për juve specifikisht, se përderisa jam ftuar. Ja do të thotë diçka. Më kupton? Kjo është ideja, domethënë, po varet, është e gjitha opsionale. Super episod sot, më pëlqeu shumë, jemi shumë moodi.
ishte mund fare, më pëlqeu shumë u humba në këtë bisedë kaq. Jola, faleminderit. Jola, shumë faleminderit. Thuaj njerëzve ku të ndjekin, tani e di gjithë bota apo kohë të bëjmë Jo, përpara se të them këtë, dua të them diçka, unë këtë podcast e kam ndjekur 5 vite rresh. Po na ke suportuar, Viola na ka suportuar. Jo, po them kështu që kam suportuar. Jo, po unë mbaj mend që ke qenë gjithmonë, të mbaj mend një moment që je fut në jetën tonë. Po jo, pse? Ja, jeni njerëz pa shpirt fare, nuk keni emocion. Jo, prandaj dua të them që kam qenë këtu përpara kondicionerit. Jo, marrëdhënia që kemi pas me ty ka qenë gjithmonë shumë harmonike, shumë. Unë mendova që kur pash podcastin tuaj, se e di që doni ta mbyllni, po. Jo, vazhdo. Mendova që ishte diçka e re, klikova, thash t'ju jap mundësinë se s'ju njihja, edhe pastaj u bët më shumë se sa një klikim, u bët një ndryshim humori, një të diele, një. Po, Dhe kjo është ideja që tash tani nuk është thjesht një ndryshim fundjavë, je një rutina. Domethënë mendoj që ka shumë njerëz. Edhe ju falenderoj ju çuna në fillim. Ore faleminderit që erdhën në sollë niveli, kam falenderime për të gjithë. Rofsh që na ndoqët, po ishte super, po jam kënaq. Çuna, subscribe. Jam kënaq shumë me këtë podcast, vërtet më pëlqen të ndaj mendimin tonë, të kemi një bisedë njerëzore më mirë. Shumë mirë. Por shumë super podcast për zotin. Okej, mjaft japëm çiftin vetë. Jo, kjo është të dyja palët. Shikomor budallëj. Kjo është ideja e të mbledhurit me 4 njerëz ose me 5, nëse llogaritë 5-in, edhe të flasësh. Që të flasësh për art, për miqë, të flasësh për gjëra që i bën me pasion. Ja, ky është mesazhi jonë. Mbyllë. Nice mbyllë. Po Viola, shumë faleminderit. Faleminderit. Ndiqeni në Instagram tani se ju vras, do lëm linkën në komente. Për ekspozitën e Kristianit. Po, Enea. Po, Kristian Zare ka hap një ekspozitë të studio vet në Elbasan, të mbështetur nga këto një fond. Pse ta përmendim. Po ekspozita vetvetet, me që po flisim për art kontemporan, ishte art kontemporan shumë i mirë. Mund të nxjerrim këtu një Po, nxjerrim. Ka, po ajo është eksperiencë, domethënë duhet të shkosh të jesh. Futesh aty dhe ajo lidhet shumë dhe me ambientin që është. E instaluar. Jo, patjetër që ka. E ne është akoma hapur ekspozita, mund të datë 8 është hapur. Deri në datë 8 shkurt do dalim më shpejt. Në datë 6 ka një diskutim artistik aty, është i ftuar Gazment Leka. Gazi shumë lart. Po ka diskutim, do mblidhen artistë, ja për këtë po thoya unë. Unioni do mblidhen njerëz të interesuar dhe do jetë Kristiani, Gazment Leka dhe një kurator. Ne s'do shkojmë besoj, nuk kemi punë. Po na çot jo. Po reklamën e kënaqe. Jo, gjithsesi shkoni për art miqtë mi, ja përshëndesim dhe Kristianin. Çfarë do të them unë tjetër tani, vazhdoni fusni art në jetën tuaj. Është momenti i xhenit. Dhe nxini mlef. Nixhe, sille artin. Miq, faleminderit që na ndoqët. Ju lutem mos harroni na bëni subscribe në YouTube, mos harroni na bëni komente, na bëni follow në Instagram, share me miq që nuk na njohin dhe kalofshi një javë sa më të këndshme. Hajde, mbyllë televizion.